nga Leonard Koja në Window Radio.de. Mirë mbrëma miq, mirë mbrëma, përshëndetje dhe gëzuar Fitër Bajramin për të gjithë besimtarët musliman. Gëzuar dhe Fitër Bajrami qoftë një festë dhe sjell paqe, mirëkuptim dhe lumturi për të gjithë besimtarët musliman, por për të gjithë shqiptarët, sepse ne shqiptarët Bajram dhe Pashkë kemi bashkë. Dhe Fitër Bajrami qoftë ajo festa që sjell paqen, lumturinë, mirëkuptimin mes nesh, por sjell paqe dhe shpresë dhe mirëkuptim edhe në të gjithë botën e trazuar, sepse ky Fitër Bajram nuk është si të gjithë Fitër Bajramet e tjerë, duke patur parasysh trazimet dhe problematikat që janë në botë, por dash Zoti filloft mendjen e atyre që i kanë situatat në dorë dhe bota të normalizohet dhe të qetësohet dhe njerëzit të jetojnë në paqe. Miq, jemi në horizont, pra jemi në valët e Window Radio dhe ne jemi në puntatën rradhës data 20 mars 2026 dhe shpresoj që do jemi së bashku dhe do jeni me ne në Window Radio. Unë jam Leonardi, live këtu nga studio qendrore në Gjermani dhe dua t'ju rikujtoj për të gjithë ju se ku mund të na ndiqni Window Radio, pra për ata miq të rinj, sepse ju miq besnik ju e dini të gjithë dhe ju falenderoj shumë për suportin dhe mbështetjen tuaj. Window Radio ndiqet përmes website-it zyrtar windowradio.de. Këtu ju mund të dëgjoni emisionin live apo mund të dëgjoni edhe muzikën 24/7. Po ashtu mund të lexoni dhe lajmin e fundit që ne përzgjedhim nga fusha të ndryshme, qoftë nga sporti, politika, showbiz, sociale etj. etj. Po ashtu Window Radio mund të ndiqet edhe në platformat ndërkombëtare, në platformat më të mëdha botërore të radiove, siç është Radio Box dhe TuneIn. Mjafton që ju të shkarkoni njërin nga këto aplikacione. Aplikacionet janë pa pagesë. Shkarkoni në Play Store, Apple Store dhe aty mund të ndiqni emisionin live dhe mund të dëgjoni edhe muzikë 24/7 të përzgjedhur nga DJ Bledi, DJ Radio Stone. Po ashtu mund të ndiqni edhe në Radio Shqip, që është platforma e radiove shqiptare, pra radiove kryesore shqiptare, e njëjta procedurë, shkarkoni Radio Shqip dhe ne jemi aty. Po ashtu mund të kërkoni edhe në Google Search, windowradio.de live dhe jemi në emision live. Në faqen zyrtare të Facebookut, windowradio.de, aty mund të komentoni, mund të dërgoni pyetje dhe ne do përpiqemi të përzgjedhim edhe një pyetje ndoshta që ju keni për të ftuarin tonë, sepse siç e keni parë dhe siç e keni ndjekur edhe në njoftimet tona, sot është një i ftuar i veçantë, i një kauze që sinqerisht ka bërë bujë dhe sinqerisht ka zgjuar shumë ndjenja shqiptarësh dhe ka acaruar shumë, sidomos masën e popullit shqiptar. Për të gjithë ata që nuk kanë mundësi të ndjekin në emisionin live apo kanë dëshirë të rindjekin emisioni do jetë në ritransmetim sot në orën 3 pas mesnate ose në orën 21 me orën e Amerikës dhe të Kanadas, ndaj është ritransmetimi në këtë orë, pra në orën 3 me orën evropiane. Po ashtu edhe nesër në orën 13 me orën evropiane është ritransmetimi pra në radio, jo në Facebook. Pra, sikur e thash, radio ndiqet në platformat Radio Box, TuneIn, Radio Shqip dhe në shumë platformat e tjera. Po ashtu emisioni është nesër në YouTube, në Horizon Window Radio, hapësirë dhe aty ju mund të bëni subscribe dhe mund të dëgjoni dhe mund të ndiqni pra emisionin e sotëm apo emisionet e tjera, programacionin që ne përzgjedhim për ju. Do kërkoja për të gjithë ju miq, nuk është se ju kushton diçka ju, as ne nuk është se fitojmë, por ju dhe ne fitojmë së bashku, fitojmë miq të rinj, sepse Window Radio është vetëm e juaja. Të mund t'i bëni një shpërndarje në faqen e Facebookut, në faqet tuaja apo nëpër grupe ku ju jeni të antarësuar. Unë duke patur parasysh që kam patur shumë kërkesa nga ju miq për të patur përfaqësues të banorëve të rrjollit, sidomos atyre që janë të prekur direkt nga problematikat e pronës apo nga problemet që ka rrjolli atje, dhe kanë kaluar më shumë se 40 ditë, mos qofsha gabim, që rrjolli pothuajse lufton vetëm dhe sonde ne na nderon prek Molla. Në momentin më të parë që kam komunikuar me zotin Molla, ai automatikisht ka qenë dakord dhe ka qenë i gatshëm të jetë në bisedë me ne. Po ashtu, për t'i dhënë një kuptim ligjor, ndoshta apo për të kuptuar diçka dhe nga ana e ligjit,
kam të ftuar dhe zonjën avokate Sabina Meta. Por duhet të theksoj diçka. Kam patur disa mesazhe sot se ne kemi ftuar vetëm banorët që janë të prekur nga problemet e rrjollit dhe pronës së rrjollit. Të nderuar miq, ne jemi të hapur për çdo kënd. Dhe kushdo që dhe pjesa tjetër pala tjetër, po kushdo që ka dëshirë të jetë në Window Radio, ne jemi totalisht të hapur. Kështu që nuk bëjmë përzgjedhje, ne jemi një media zë e lirë, mendim i lirë, pa censur, pra jemi një media që nuk kemi pronar, pra jemi vetë ata që ne e kemi ndërtuar vetëm nga pasioni, nga dëshira, aq sa të kemi mundësi të japim një zë të lirë dhe të flasim lirshëm, të bashkëbisedojmë lirshëm, pa patur frikë se na censurohet fjala, sepse në fundit jetojmë në diasporë dhe ne jemi të licencuar në Gjermani dhe nuk kemi pse të kemi frikë. Ndoshta apo shumë media në Shqipëri që fritet që ka censur dhe ka tjetër si mendimi. Gjithsesi, unë nuk do të zgjas më monologun tim, por duhet të përshëndes dy të ftuarit e mi. Mirëmbrëma zonja Meta. Mirëmbrëma, ju faleminderit shumë për ftesën. Lërmëni që paraprakisht t'ju uroj të gjithë besimtarëve musliman anë mban kondollen, veçanërisht besimtarët musliman shqiptar, gëzuar dhe përshëndjet Fitër Bajramin. Le të jetë kjo festë një festë drejt bashkimit, drejt mirësisë, drejt realizimit të drejtave dhe Zoti i ullëzoft në rrugë të drejtë të gjithë shqiptarët, por mbi të gjitha politikanët dhe të gjithë ato të cilët kanë në dorë fatet e kombit përmes dhënies së vendimeve të tyre, qoftë në rrugë administrative apo edhe qoftë në rrugë gjyqësore dhe janë pozicionuar për të bërë drejtësi. Ju faleminderit për ftesën sërish. Unë të falenderoj që më ndërën sonde dhe më ndihmon sonde në këtë emision dhe bashkangjitem edhe unë urimin tuaj. Zoti Molla, mirëmbrëma dhe vërtet shumë faleminderit që ju gjeni kohë dhe na jepni kohë që të komunikoni edhe me ne të diasporës për problematikat dhe për shqetësimet apo për gjithçka çfarë po ndodh në rrjoll. Faleminderit dhe mirëmbrëma edhe juve, gjithashtu edhe unë përshëndes gjithë besimtarët musliman për gëzuar festën e Fitë Bajramit dhe sjell paqe dhe lumturi në familjet e tyre. Aman inshallah dhe sjell edhe paqe dhe zgjidhjet e problemeve që ka rrjolli apo anë mban ku ka probleme në Shqipëri me pronat apo me probleme të tjera. Patjetër, shpresojmë këto festa që i po vinë dhe këto ditë që po vinë, duhet kemi edhe ne shpresë të këto festa. Aman, absolutisht. Zoti Molla, sa ditë u bën që ju protestoni? Dhe ku është kauza, me fjalë, dhe ku keni arritur? Mos gaboj, është dita e 47 sot që ose më mirë shkodranqe 47 që ne protestojmë lidhje me pronësinë, se ku i përket pronësia. Problemi nuk është se nuk disponojmë dokumentacionin, por problemi është sepse shteti shqiptar dhe pikërisht prokuria e rrethit të gjyqësor Shkodër nuk po ec me kallëzimin që ne kemi bërë për sa i përket kallëzimit që kemi bërë rreth dokumentacionit i cili është fituar prona me dokumenta të falsifikuara. Kështu që është 45 ditë ose 47 në Smiri që ne protestojmë çdo ditë, pavarësisht se 17 persona që ishin më aktivet nuk na është lejuar që t'i afrohemi objektit për arsye dhe pronës tonë, për arsye se sipas një vendimi të gjykatës ku na ka dhënë një mas sigurie mos t'i afrohemi pronës tonë. Okej. Zonja Meta, nuk e di se sa normalisht edhe ju e keni ndjekur dhe ndiqni problemin e rrjollit, por çfarë po ndodh me pronën në Shqipëri dhe është, me sa duket nuk është një rast i izoluar rrjolli. Jo. Ka kudo, po çfarë është gjithë ky mllef ndaj pronës në Shqipëri? Atëherë, unë do të thoja që nuk është një mllef ndaj pronës, por është një procedurë me anë të së cilës të grabiten pronat e qytetarit përmes ligjit, përmes shtetit, përmes forcës shtrënguese të shtetit dhe të abuzohet përmes ligjit duke humbur të drejtën e origjinës së pronës.
është fajtor. Gjithnjë unë e kam theksuar në çdo intervistë, kudo që thirrem nëpër studio televizive apo dhe në radio, dhe unë të falenderoj edhe juve që më dhat mundësi të shprehem për të disatën herë, fillon dhe mbaron me ligjet që nxjerr shteti shqiptar, i cili abuzon me dashje, me qëllim, si tifus në grindje, apo në kontradikta, apo në vetgjytësi qytetarët mes tyre, por mbi të gjitha duke i zvarritur pambarimisht në procese administrative dhe gjyqësore. Përplasjet ka ndodhur përmes ligjeve të ndryshme, ligji për kthim kompensimin e pronave, ligji paraprakisht 7501, mandaj na kthim kompensimit e pronave, mandaj na ligji për legalizimin, mandaj na paketa maleve e fundja, investitori strategjik e tjerë, të gjitha këto, të cilat bëhen me qëllim ku të njëjtën pronë përmes formave dhe makinacioneve të ndryshme u anjofin qytetarëve të ndryshëm, duke bërë mbivendosje, duke asgjësuar të drejtat e pronësisë, apo duke lënë pezull të drejtat e pronësisë përmes këtyre ligjeve. Pra, nëse dikujt ja ka njohur me ligjin për kthim kompensimin e pronave, e lën pezull në rrugë administrative, në rrugë gjyqësore, duke e sqarollatur shkallë parë, apel, gjykate lartë, mandaj na ktheu në shkallë parë, mandaj na shkon në apel, në një apel inexistent, i cili është edhe në normën e gjyqtarëve, sepse duhet të ketë mbi 74 gjyqtarë dhe operon, vetëm tani operon me 32 gjyqtarë, ndërkohë që vite më përpashme ka operuar dhe me 12 gjyqtarë dhe me 13 gjyqtarë. Imagjino çfarë dëmit i krijohet shtetit dhe imagjino çfarë dëmit i krijohet qytetarit i cili drejtohet shtetit për fituar të drejtën. Apo përmes ligjit të legalizimeve, i cili mban peng sot e kësaj dite, përmes abuzimeve që pritet të bëhen ndërmjet paketës së maleve apo investitorëve strategjik, ku bëhet me qëllim të vjallur të drejtën e pronësisë të qytetarit. Pra çdo gjë fillon dhe mbaron me shtetin. Kështu si e thoni ju, të duke se s'me qenë një strategji për të gabitur pronën e... Patjetër që është strategji. Dëgjoj, në qoftë si e mani mend që në 89-ën ka qenë ajo një ndër pikat e Katovicës, ndryshimin e pushteteve nga sistemi, thënë që komunizmi ra dhe i lën vendin kapitalizmit, dhe një ndër pikat kryesore të Katovicës ishte që mos ja nisni kur të drejtën e pronësisë pronarve. Sorollatoni në përgjigje. Ata do të vdesin. Brez hapni kufit, që të largohen nga kufit e tyre dhe të largohen nga Shqipëria. Brezi i parë do të vdesin në përgjigje, duke sorollat para apel gjykate lartë, ndërkohë që brezi i dytë do të ketë ikur, brezi i tretë nuk do të njohin dhe nuk do të jetë lidhur me pronën, dhe brezi i katërt as nuk do ta ketë konceptin se cila është prona e tyre. Dhe kjo gjë është vërtetuar më së miri në vitet pas viteve 2000. Pas viteve 2000, me abuzimet e mëdha që ndodhen në ligje, në sistemin e drejtësisë, apo në institucionet e cilat duhet të njihet të drejta pronet. Ku këto të drejta? Të kalojmë pak tek zoti Molla, sepse duke ndjekur zotin Molla, ndoshta ju pastaj do të ndërhyni më konkretisht në anën ligjore. Por zoti Molla, faktikisht, më thënë të drejtën, nuk është se edhe ne në diasporë përpiqemi të ndjekim lajmet e Shqipërisë, ju keni dalë shpesh nëpër televizore, nëpër rrjete sociale, portale, pra nuk është se ne nuk e ndjekim, apo nuk është se nuk kemi informacion për problemin tuaj. Por nëse dua të filloj një pyetje ndryshe, a mendoni që po ju vjell shteti, apo shteti është palë për t'ju vjellur? Atëherë kjo është pyetje që shumë rrallë gazetare bëjnë, se është pyetje specifike, por në radhë parë ndoshta të përshëndetja avokatën, sepse me pikë dhe me presje nga ana juridike është e kompletuar dhe e din plotësisht dhe ishte e qartë në atë që tha nga ana juridike. Për këtë pyetje që ju bat dita e punë se shteti është i lidhur, dhe konkretisht unë jap me fakte dhe prova, sepse unë nuk dal në televizor dhe të them diçka që nuk është e vërtetë, sepse të bësh diçka publike duhet të jesh me prova dhe baza, se po të shkosh në një gjyq që të hapësh një padi, duhen prova që të vërtetosh ose pronën ose fajsin ose pa fajsin, pra duhen prova që ta vërtetosh. Megjithatë unë
prova kryesore e para e imja është sepse kjo pronësi që është fituar me dokumentat falsifikuara ka lidhje me forcat politike, siç janë LSI-a ishte në atë kohë tash ka ndryshuar emra sepse për interesat tyre këta ndryshojnë emra, ndryshojnë fe, ndryshojnë gjithçka. Vetëm përpara. Kështu që këta zotërit e LSI-s e ban falsifikimet në mënyrën më të çuditshme që po ta them ty habitesh se si ka mundësi një person të bëjë gjithë këtë falsifikim me organizimin shtetëror. Siç janë. LSI-a nuk është pushtet sot. Ç'në LSI-a? Shumë pushtet se kemi dramën me vitet tëra. Jo, mos haro se kjo është një smundje e kahershme, nuk është se është vetë falsifikimi sot. Sot janë përdorur për të fitur pronën, kurse falsifikimet janë bërë në 2019. Mos haro që në 2019 ka qenë pushtet LSI-a. Këta e dini ju. Dhe një nga përfituesit e kësaj prone me dokumentat falsifikume ka qenë edhe drejtori i hipotekës Malësisë Madhe, Fatmir Shpellza. Fatmir Shpellza, ky që pretendon që është prona e tij? Po, që pretendon dhe ka fituar me dokumente të falsifikuara 1500 yllym tokë. Pra që do thot 1500 yllym tokë nuk i ka marrë tan Velipoja bashk. Po të marrësh Velipojën që kanë qenë dikur 15.000 banor, nuk ja ka dhënë shteti shqiptar që ti mlidhësh të gjithë Velipojën bashk, nuk i ka marrë 1.500.000 metra katrore. Kurse një person i veçantë, pra një person i cili nuk e ka ndarë pasurinë e tij me trashëgimtar, pra se ligji, ajo juristi din shumë mirë, ajo avukatja, sepse të fitosh me trashëgimi pronën duhet ta përpjestosh me njerëzit, me xhaxhajn, me vllajn, me motrat. Ky nuk e ka ndarë me kërken, ky e ka ndarë vetëm me Bashkimulën. Bashkimula është një nga ka lidhje farefisnore me Sali Berishën. Këta e dim gjithë dhe unë edhe certifikatën ja kam gjetë se ku lidhen këta. Gjithashtu edhe me Edi Ramën, unë si kërkoj gjë Edi Ramës për arsye sepse ka 35 vjet që kam votu kena votu ne si fshat Partinë Demokratike dhe kjo na duket si se si ka mundësi kjo forcë politike që ne kemi votu 35 vjet na trajtoi. Kurse për Edi Ramën nuk pres ai është një kriminal i shqiptarëve dhe nga kriminali nuk mund pretësh asgjë. Unë thjesht atij i them si një kryeministër i cili unë ja kam dhënë votën apo s'ja kam dhënë votën, ai është kryeministri im. Edhe sipas meje, ai është i detyruar që të na zgjidhin çdo lloj problemi që na lin mes personave ose mes palëve. Jo, dakord, por ju nëse keni votuar Partinë Demokratike, me sa kemi ndjekur ne rrjedhën e ngjarjeve, ju keni qenë edhe të pambrojtur edhe nga vetë Partia Demokratike, se vetë zoti Berisha në deklaratë të cunguar ka bërë, deputetët e Shkodrës nuk kanë qenë shumë prezent, nuk kanë qenë. Pra, pikërisht, kjo për këtë unë habitem dhe çuditem se si ka mundësi një forcë politike e cila është ky fshat është i djathtë, ka qenë i djathtë dhe ai në vend që të dalë dhe thot me emër dhe me figurë dhe të na dalë në mbështetje, as kanë ardhur deputet dhe asnjëherë nuk ka arritur në parlament të që të diskutojnë çështjen e pronës në rregull. Pse? Sepse interesi është e i biri i tij, është pjesë me Bashkimulën. Aty po pastrohen para. Nuk është thjesht se ata po grabisin pronën, se pronën time nuk e gëzon kush, ta harrojnë ai. Vetëm në qoftë se nuk do të mesin asnjë njeri në fshatin Baksërriu. Por, tan problemi është sepse firma Blueberg, ai thotë që unë e kam bler pronën dhe unë investoj deri në momentin që të dalin falso. Pra, që do të thotë, ai investon, pastron parë dhe kur të dalin, falso i thotë shtetit, zotëria, unë kam ndërtu, më jep parë që kam ndërtu, se kam ditë sa është i falso dhe kaq. Ju kuptoj, por duke patur parasysh zoti Molla që konflikti është me këtë zotin Shpellzaj, është banor i rrjollit, ka patur pronë në rrjoll, ose ju jeni jabanxhin
nëse e themi kështu në zhargon popullor, në rjoll, pra kush është ajo e vërteta, si thon, sade? Atëherë, dëgjojmë me kujdes. Ne jemi dy fshate rjoll. Një fshati Malësisë Madhe rjoll dhe fshati i Velipojës që quhet rjoll. Po. Ne kemi origjinën nga fshati i rjoll i Malësisë Madhe. Pra ta theksoj. Distanca ajrore midis dy fshatarave, rjolli i Malësisë Madhe dhe rjolli i Velipojës, janë distanca është ajrore 60 km largësi. Ne kemi pas shtëpitë tona në rjollin e Malësisë Madhe. Para 200-300 vjetësh, të parët tonë kanë bërë dimrin e kanë bërë në Velipojë, në rjoll, dhe verën e kanë bërë në rjoll Malësisë Madhe. Atëherë, pra, kjo ka quajt shtektim që kena shtektu për baktit që kena shkun verore dhe kena bë bjeshk. Pra, kuptohet që ky fshati rjoll i Velipojës e ka marrë emrin nga fshati rjoll i Malësisë Madhe. Ashtu si që ka marrë reqi i Velipojës, që është imperardhur nga reqi i Malësisë Madhe. Dhe të gjithë Velipojakët janë të gjithë nga Malësia e Madhe. Kjo është një historik i cili duhet çdo njeri këtë historik të dinë se nga kanë prejardhin. Pra për vete, jam i Malësisë Madhe. Rona që ne kemi përfituar në rjoll është me dokumentacionin që ja kemi bler Hamzi Musa Jukës. Atë pronë, ne e kemi mbajtur me dokumentacion hipotekor të vitit 1935, nota e transkriptimit, kurse ka dalë nga regjistri numër 480 të vitit 1927, që ka rrjedh prona pra nga familja Jukaj, ka rrjedh prona në rallorin e pronësisë numër 280, 7 shtator 1935. Nga ky vit, dhe deri në vitin që ka ardhur Partia e Punës, atë pronë e kemi shfrytzuar ne duke kullotur baktit sipas kohës, sepse atëherë nuk ka qenë plazh, nuk ka qenë kaq vend i rëndësishëm, por ka qenë vend blegtoral. Në momentin e ardhjes në pushtet të Partisë Komuniste, ju e dini shumë mirë sepse çdo gjë u shtetëzua. Gjithashtu, edhe ne na mori pronën. Por ai sistemi i asaj kohe në fletën e kadastrale, ai regjistroi çdo pronë që e gjeti që thot pronën që ka patur. Pra, e ka shënuar me çdo emër të fshatit Baksërjoll, apo të Malit Poleve, apo të Velipojës në fletën kadastrale, në numrat rëndor që janë të paraqitur gjithë. Unë duhet të thesha veç diçka për sqarim. Të gjithë emrat që ndodhen sot në fletën kadastrale të vitit 46 që është bërë reforma agrare, gjinen gjithë personat e Velipojakëve. Ky personi që ka përfitu pronën nuk ka emër asë në Velipojë dhe asë në një vend. Kjo është një deklaratë të fuqishme se si e mori ai pa pas emër atje, me fjalë. Atëherë po ta shpjegoj edhe dokumenta. Po, atëherë ta shpjegojnë falsifikimet si janë bërë. Atëherë lind pyetja, kjo zotni, nga erdhe ti se po të kishe pas pronë, siç më ka shënu mu gjyshit tim në numrin rëndor 37, prona që ka patur, ashtu do të ishte edhe emri i tij, pa përjashtim. Pra, ky person nuk ka ekzistu në asnjë vend dhe në të Velipojës. Dhe s'ka asfare fis atje. Këta jap me kompetencë time dhe për këtë jam drejtua edhe me një kallëzim prokurisë rreth gjyqësor Shkodër. Për sa i përket dokumentit se si janë falsifikuar dokumentet, unë i kam paraqit prokurisë dhe po ja u them edhe ju edhe ta dinë gjithë shqiptarët. Ata që dyshojnë tek dokumentet e mia, i kam thënë le të vinë, i kam dhënë numrin e telefonit,
letë sqarohet, i kam hellë në televizor, besoj se i keni pa, dhe i kam shikuar një për një se çfarë dokumenta shkam unë, dhe ku i kam marrë unë ata dokument. Atëherë falsifikimi numër 1 i pari është. Këta kanë marrë avukatja din skemen e Durrësit. Këta kanë fut dokumenta, kanë marrë dokumenta sepse kanë hipotekta. Kanë punu me njerëz pushtetshëm cilët sot nuk jetojnë sa është nevoja me për emrin disa të forteve. Edhe me këta të fortë ta kanë bërë çka kanë dashur dhe si kanë dashur. Në pushtet ka qenë Ilir Meta bashkë me partinë e tij, e cila ka bërë gjithë falsifikimet që ka mujt me bën një njeri në zyrat shtetërore, sidomos në ato hipotekore. Këto në hipotek kanë fut dokumenta sikur. Nëse ne do merremi vetëm me 2019, se ndoshta ky problem ka lind që herët. Nuk është thjesht ndoshta vetëm qeveria Rama. Po kjo ka lind që në 92-shin, 93-shin, sigurisht pra ligji është 151, po di unë etj. Po në 2019, jo, nuk ka lind, nuk e fal. Në 2019 nuk ka qenë LSI-ja në pushtet, sepse LSI-ja ka qenë opozit me Bashën. Jo, ka qenë pushtet. Lutem ka qenë pushtet, ka qenë me Edi Ramën. Dhe në 2017, kur Bob Meta president. Pa dhe në 2017. Shiko tash, këto përpunimet janë bërë që në 2016, këta kanë shku, kanë marrë një dokument, e kanë falsifikuar, e kanë marrë sikur e kanë marrë në vitin 97, me 6 paret 1997, kanë marrë një vërtetim hipotekor, i cili ky vërtetim hipotekor nuk ka emër, as mbiemër, as vull, as gjë, që vërteton se cili person e ka lëshu këtë dokument. Dhe në bas këtij dokumenti, pa asnjë lloj titullari se kush e ka lëshu këtë dokument, ka përfituar zotëria 1.500.000 metër katror tokë. Pra, ky është një falsifikim i cili do të shikohet dhe do të hetohet nga prokuria se si ka mundësi të marrësh nga zyret e shtetit shqiptar një dokument dhe mos ketë titullar. Nuk dia a kuptoni se çfarë do të them unë. Po përpiqem t'ju kuptoj, por është aq e rrëmueshme situata, me fjalë, saqë sinqerisht inshallah arrini ta kuptoni ju. Unë me qenë se unë e di në kuptimin e drejtë të fjalës, jo se ju s'e kuptoni, po flas aq e rrëmueshme situata, saqë ke shumë të drejtë dhe të jap drejt sepse unë i kam mësuar përmendsh dhe mendoj sikur i din edhe ti si unë, por ju e keni shumë të vështirë. Por duhet të them diçka. Nëse unë kam marrë një dokument në 96-ën për të njëjtin vend, si ka mundësi që ti vjen në 97-ën dhe merr një dokument tjetër po për të njëjtin vend? Molla, ta shpjegoj vetë tani 2 minuta, ta shpjegoj unë. Sepse atëherë, kjo nuk është një diçka mantës e cilës të ka nolur vetëm ty. Në periudhën e vitit 2003, në 2003-shin, domethënë kur unë kam punuar në gjykatë si sekretare, në atë periudhë kohore ne kishim mbush me çështjet e pronësisë, me anë të cilës qytetarë të ndryshëm, qoftë qytetarë familje të vjetra shkodrane, marrin pjesën e veriut, domethënë, sepse ti e ke ditë që qoftë zonat e vjetra, Velipoja, më thash, kanë qenë familjeve të vjetra shkodrane, të cilët më vonë mund t'ja kenë shitur apo jo subjekteve të ndryshëm, dhe vinin në gjykatë shfuqizim apo anullim i vendimit të kthimit kompensimit të pronave si rrjedhoj e mbivendosjes. Çfarë ka ndodhur? Ka ndodhur që agjencia apo drejtoritë rajonale të kthimit kompensimit të pronave apo agjenci të kthimit kompensimit pronave të njëjtën sipërfaqe pronet në të njëjtin vend ja ka dhënë 2-3 familjeve të ndryshme. Pra, në rastin konkret, ja ka dhënë si familjes Meta në rastin konkret timin, duke specifikuar që ti ke të drejtë 10 dynim në Velipoj, duke e përcaktuar me vendollje, me shtrirje, me hartë dhe duke më njoftur mua. Dhe masi ma ka njoftë mu të drejtën e pronësisë, ka vajtur Molla dhe ja ka njoftur edhe Mollës. Dhe në të njëjtën kohë, përveç Mollës, ja ka njoftur edhe një tjetër. Duke qenë në këto kushte, për të njëjtin zonë, për të njëjtin fshat, për të njëjtin bregdet, për të njëjtin qytet, në të njëjtin parcel toket, ju ka njoftur të drejta pronësiet 2 apo 3 qytetarëve të ndryshëm. Përse ka ardhur kjo? Nuk ka nga
padjenia. Kjo ka ardhur si rrjedhoj e korrupsionit dhe rrëfshetit të atyre komisioneve apo antarëve të komisioneve të cilët i kanë shpërndar tokat jo në bazë të drejtësisë, jo në bazë të ligjit, por në skele të plotë të ligjit. Pra flasim për pas viteve 91 që doli ligji për 92-shin që doli ligji për kthim kompensimit pronave. Origjina e vjedhjes së pronave, origjina fillestare ka origjinën aty. Në momentin e parë, ku të drejtën e pronësisë ja kanë njoftur gjithkujt, ja kanë njoftur mbi vendosje, apo ja ka mohuar të drejtën e pronësisë qytetarëve të cilët me të drejtë kanë pasur një të drejtë pronësie. Origjina e parë është aty. A do të për të mbajë dikush përgjegjësi për këtë? Sepse unë ta garantoj që në shtetin shqiptar Leonard, unë ta garantoj që në shtetin shqiptar vetëm hajduti nuk marrën përgjegjësi. Ti ai të pa ndonjë ministër, ndonjë kryetar bashkie, ndonjë drejtor që të mbaj përgjegjësi, që të kërkojë të falur, që të sekuestrohet pasuria, që të shkojë në burg, jo. Bëhet shumë zhurmë për asgjë. Vjedhin me qindra miliona, ketërsojnë dhe shesin tokën e shqiptarëve, ajrin, detin, nën tokën, mineralet, natyrore të ndryshme të shqiptarëve dhe në fund askush nuk mban përgjegjësi dhe as kërkujt nuk i sekuestrohet pasuria. Ato persona të cilët kanë abuzuar sot e kësaj dite kanë punuar, domethënë, në për institucione të ndryshme shtetërore, nga vjedhjet e kthimit pronave kanë kaluar në vjedhjet e hipotekave duke ligjëruar regjistrimin e pronave të vjedhura. Dhe prej aty mendajna mund të kenë dalur avokat apo kanë hapur kompani të ndryshme biznesit e të tjerë. Pra, vjedhja fillestare ka ndodhur tek Agjencia Kthimit Kompensimit Pronave. Më vonë, abuzimet e mëvonshme kanë ndodhur përmes hipotekës. Aty është nana e çdo vjedhje, e çdo skandali, e çdo krimi të ndodhur në shtetin shqiptar nga jugu në veri ku janë bë lamshtan pronat e shqiptarëve. Sot dhe kësaj dite, të cilët nuk gjejnë rregullim. Kështu që këtë doja të korrigjoja që vjedhja e parë ka ndodhur nga ato. Por në rastin konkret tek Rjolli, për me ta lidh me Rjollin, çfarë ka ndodhur? Çfarë ka ndodhur? Çuditërisht, Agjencia e Kthimit të Pronave, me sa kam pa unë në rrjetet sociale, sepse nuk jam fort në mbrëmni nga ana e dokumentacionit, çuditërisht Agjencia e Kthimit të Pronave ja ka rrëzuar të drejtën subjektit aktual i cili ka njoftur me një të drejtë pronësie. Pra, nuk i ka njoftur të drejtën e pronësisë. Normalisht që zotëria masi kthimi kompensimit të pronave ja ka rrëzuar këtë të drejtë pronësie, sepse ti nuk ke dokumentacion që vërteton të drejtën e pronësisë. Dhe këtu nisemi tek ajo, cila është dokumentacioni që duhet për të vërtetuar të drejtën e pronësisë? Atëherë, dokumentacioni ligjor që ka kërkuar kthimi kompensimit pronave rreth pas viteve 92, por që më vonë u shpot, ishte dokumentacioni i origjinës së pronës, çka do të thotë që regjistrat e vjetër të pronës, dokumentacioni i vjetër i pronës, me anë të së cilës pasqyrohet një fletë regjistrit, apo një vërtetim apo tapi që në kohën e turkut, apo dokumentacion që në vitet 19, 1919, 1920, pas viteve 1912, domethënë, apo edhe më përpara, i cili vijon përsëri, pra që nga vitet 19, vijon përsëri edhe në vitet 44, pasqyrohet dikom prona në regjistrat e inventarizimit të shtetit shqiptar tek diktatura komuniste, më vonë shtetizimi i këtyre tokave nga ana shtetit, sepse vërtetën veri ka shtetizuar tokat, por ai ka regjistruar çdo gjë. Nuk është se ai ka marrë o burra e mora tokat shqiptarëve dhe nuk regjistrova asgjë. Në qoftë se ai ka marrë të parëve të MIPA thona, të familjes Meta i ka shtetizuar pronat, aty kanë qenë shtëpia, kanë qenë toka në qytet, kanë qenë shtëpi në qytet, kanë qenë parcela, ullishte, pemtore dhe çdo gjë i ka sekuestruar dhe i ka majtur në një inventar. Dhe që pas viteve 44 dhe deri në vitet 90-91, kjo është një lidhje origjine me anë të së cilës shteti shqiptar i ka pasur ato prona dhe ka pasur të konfiskuara dhe të regjistruara. Kështu që Agjencia e Kthimit të Pronave kërkon këtë lidhje. Cila është ajo lidhje vijuse, domethënë, e pashkëputur nga 1990 dhe deri pasona në 1992 që ti je shkëputur dhe ke kërkuar njëjën të drejtës së pronësisë. Dhe aty
çdo subjekt pasqyron këto dokumenta, çka do të thotë tapit e vjetër, dokumentacionin, vërtetim, domethënë nga institucione shtetërore që këto janë të shtetizuara. Po pastaj pse ligjvënësi ka lënë një hapësirë. Pse kemi të përplasje pra nëse do ndiqet ky zinxhir? Pse është kjo përplasje e provës? Ata shpjegojnë pak? Po, 2 minuta, ta përfundoj molla, 2 minuta. Edhe për më vonë ka kërkuar pjesë dokumentacionit edhe vërtetim faktit, në qoftë se këto kanë qenë të pa verifikueshme, vërtetim faktit dhe akt ekspertimit se ku mund të shtrihet kjo pronë. Meqenëse u abuzu shumë me vërtetimin e faktit, sepse vërtetimi i faktit ishte një gjyq që mund ta bëte kushdo, që merrte bashkëfshatarit e vet dhe në mënyrë kundrejt rrëfshetit, qoftë të gjyqtarëve mas viteve 92 flasim, që kanë qenë të korruptuar, lehtësisht të korruptuar, qoftë të gjyqtarëve, qoftë edhe të dëshmitarëve, vërtetimet e faktit u bën, domethënë si një diçka si një raport mjekësore, që ti mund ta marrësh për 2 ditë, 3 ditë, atëherë kthimi kompensimit të pronave në vitet në vijim bëri të mujtun që vërtetimi i faktit nuk përbën një provë shkresore, por duhet lidhja kronologjike e rrjellshme e pronës. Nga 1919, pa thona 1920, a diçka e tillë, deri mas viteve 90. Në momentin më anës së cilës Agjencia e Kthimit të Pronave nuk ja njifte të drejtën e pronësisë, qytetari ka pasur të drejtën që brenda fatit ligjor të drejtohet gjykatës për shfuqizim vendimit të kthimit kompensimit të pronave dhe njohjes të drejtës pronësisë, gjë të cilën e ka bërë edhe le të themi qytetari që bashkëpunon me ulejn. Por nga praktika jeme kur kam punuar në avokaturë të shtetit, trupet gjyqësore kanë qenë tepër rigoroz. Çka do të thotë që ai dokumentacion është kaluar domethënë në një hing dhe nuk bëj fjalë që të njihej drejta e pronësisë në qoftë se ti nuk kishe prova të forta të cilët vërtetojnë të drejtën tënde të pronësisë. Çka do të thotë? Zoti Molla tha diçka tjetër. Më thashë në 97 ata kanë marrë 2 minuta. Ja, ta kundërshtoj. Unë nuk jam të thënë për dokumentacionin e zotit Molla. Unë jam të thënë për dokumentacionin me çka kam lexuar në rrjetet sociale, sepse unë nuk e kam dokumentacionin e palës, le të themi palës kundërshtare ose ajo që ka bashkëpunuar me firmën, domethënë ulej. Mund të them këtë që një gjykatë të njoftë të drejtën e pronësisë duhet pikë parit dokumentacioni kronologjik. Çka do të thotë që në vitet 1990 çdo dokumentacion tjetër pas diktaturës komuniste ose gjatë diktaturës komuniste, çka do të thotë inventarizimi pronave, që është me sipërfaqe, me vendollje, me kufitar, me çdo gjë dhe një dokumentacion i cili përcillet në vite të ndryshme, që figuron ky dokumentacion në vite të ndryshme. S'dyti, kërkon që ky dokumentacion, në momentin kur do ta njohë gjykata, kërkon ç'a ekziston ky dokumentacion në hipoteka? Po, 2 minuta. Ç'a ekziston ky dokumentacion në hipoteka pas viteve 90? Stretit, në qoftë se ka një dokumentacion negativ, me anë të së cilit nuk ekziston një dokumentacion sepse janë ndjekur hipoteka, atëherë ky është një alarm dhe një këmban me anë të së cilës gjykata nuk ta njeh të drejtën e pronësisë, si duhet të lolle shumë për të marrë një të drejtë pronësiet kur që nuk ke dokumentacion as në hipotekë, nuk ke dokumentacion as në vitet 1990, nuk ke dokumentacion as në periudhën e monizmit, domethënë ti nuk ke dokumentacion fare. Stretit, njëkohësisht, ajo kërkon dokumentacion edhe të toka, ku shtrihen, a ka përplasje me legalizimin, a ka përplasje me pronar të tjerë, të kjo me zonën e mbrojtur. Urdhra? Me zonën e mbrojtur. Jo, për zona mbrojtur, por që po. Ajo është e fundit fare që shteti e ka pikë parsorë, po zonat e mbrojtura ndryshojnë me vendim qeveriet, kështu që ajo mund ndryshojnë edhe gjatë shërtimit të një gjykimi, para apo pas. Unë jam të fol për çështjen e pronësisë. Pra, përpara se të njohin të drejtën e pronësisë me një vendim gjykatet, merret informacion në hipotekë, merret në informacion në drejtorinë e Aloiznit, merret informacion në drejtorinë ose në të gjitha institucionet shtetërore. E merr pala e cila është drejtuar gjykatës për të njoftur të drejtësisë në rrugë gjyqësore dhe meqense palës nuk i jepin, drejtohet gjykata me kërkesë në rrugë zyrtare dhe thotë, te këto 1.500.000 metra katror, ku shtrihen? A ka persona të tjerë që pretendojnë të drejta pronësiet në hipotekë? A janë të regjistruar kjo tokë në emrin e personave të tjerë ose tek alerizmi? Kjo tokë a ka ndërtesa ose Ti japi pak fjalën zotit Molla, sepse zoti Molla të dëgjojmë normalisht dua të Dakor, po doja të thoja që vendimi i gjykatës
vendimi i gjykatës, i cili ka ndryshuar vendimin e kthimit kompensimit të pronave, në çmuarjen time me sa kam lexuar, ka qenë një vendim i cili ja vlen për të prishur në një shkallë më të lartë, sepse në mungesë të provave, në mungesë të praktikave dhe në mungesë të shumë elementeve apo të kushteve dhe kritereve të tjera të cilët ja kanë rrëzuar qytetarëve në mungesë të pronave dhe këtia pas kanë pranuar, që shifet qartazi dhe haptazi që është një vendim i padrejtë. Çka do të thotë se palës kundërshtare i është dhënë një vendim i padrejtë duke i njoftur të drejtën e pronësisë pa pasur dokumentacion. Shumë faleminderit. Të paraqitesh me një vërtetim negativ që as dokumentacioni është djegur, të paraqitesh me një vërtetim ashtu siç e tha edhe zoti Molla, pra jo një vërtetim që pasqyron faktin i lëshuar nga një institucion zyrtar, sepse një institucion zyrtar ka pjesën hyrëse, është koka, ka numër protokollit, ka datën, ka pjesën respektive që janë elementet e shkresës, kush e ka lëshuar, ka emrin, emrin, bulen, firmen. Çdo dokumentacion i cili nuk përmban këto element mund të konstatohet absolutisht i pavlefshëm, është nul. Dhe nuk mund të regjistrohet asnjë presje, jo më një pron, jo më 1.500.000. Po mirë, tash mua me thënë të drejtën, u kërkoj ndjes me fjalë, por në mënyrën se si ju e shpjegoni, më duket kaq e thjesht për të mos të hyrë në kaq konflikt të madh. Tani, atëherë zoti Leonardo, unë do ta bëj prapë më të thjeshtë. Është ligji në përplasje me realitetin tuaj, apo jeni ju në përplasje me ligjin? Nuk ka punë ligji këtu. Këtu ka korrupsion. Këtu nuk ka ligj, sepse ligji është qartë dhe i pastër dhe ka disa vërteta që ligji thotë ky ligj do të zbatohet dhe kështu do të zbatohet dhe ka udhëzime se si të zbatohet një ligj. Por në lidhje me këtë falsifikim ka të bëjë që nga gjykata. Ashtu siç e tha edhe avukatja që tha, Agjencia e Trajtimit të Pronave të Tiranës i ka kthyer negativ ku i ka thënë që ti nuk ke asnjë lloj dokumentit që të vish dhe të kërkosh pronën dhe gjykata e apelit në 2019 ai ka hap gjyqin në Shkodër. Unë duhet të them diçka që ta bëj ty më të qartë dhe më të pastë dhe më të thjeshtë. Unë në vitin 2016 kam marrë kthimin e përgjigje nga Agjencia e Trajtimit Pronave Tiranë, ku sipas një vendimi të Këshillit të Ministrat, një këmës, doli që mos shkoshim ne në gjykatën e shkallës parë, por të kalonim shkallën e parë për efekt kohe dhe të shkonim direkt në gjykatën e apelit. Dhe mu më kapi ky afat dhe unë ju drejtova gjykatës apelit. Pra në 2016. Po për këtë pronë. Në 2019 e hapi zoti Fatmir, shumë bukur. Në 2016 unë kisha antare Vojsava Kola Osmani. Kryetar kisha Aslit Kalan dhe Valbona Vaten. Kurse tek Shpellzaj, shiko tash, tek Shpellzaj ishte kryetare Vojsava Kola Osmani. Antar Alex Nikoli, antar Lindita Hoxha. Lindita Hoxha, me sa di unë, aja nuk ka pranuar ta firmos një gjatë tillë, sepse e ka ditë ajo se falsifikimet që janë bërë dhe kush i ka bërë falsifikimet. Por duhet të sqaroj diçka. Gjyqi im ka përfunuar në 2024, zotin që kam filluar 2016, sepse ishte antare Kola Osmani. E kupton tash? Dhe gjyqin tim ma majti pezull dhe këty për 11 muaj, jo për një vit, për 11 muaj e fitoi gjyqin. E kupton ti se çfarë korrupsioni të bani kjo gjyqtare? Unë i kam marrë me emra dhe do t'i jap, i kam qunë edhe në SPAK. Këta persona, të cilët unë i di se sa kanë fitu. Unë të them edhe diçka, që në Rioll, njëri gjyqtar që është antar, ka 17 dëlym tokë në resort Blueberg, i cili vjen prej së largu. Si ka këtë është i pronën atë? E ka pra se për ka kanë gjyqtar, Alex Nikoli, ta them kështu, i ka 17 dëlym aty. Unë nuk kam frikën, e vërteta është e vërtetë. Dhe vjen prej së largu dhe shef se si po ndërtohet dhe se si po zhvillohet prona ati aty. E kupton ti se ku jena ne. Dhe ne vim këtu dhe flasim për drejtësi,
Po këta pa drejtësim, këta gjyqtar na kanë marrë, këta na kanë fut në të telashe, këta na kanë dhënë pa drejtësi, tanë kohën. Unë besoj se ta bëna sa më qartë, Shiko, zoti Molla, situata juaj është shumë e qartë. A kupton, por problemi është sepse okej, të kthejmë pak ndryshe bisedën ndoshta. Jeni kërkuar ndonjëherë ose jeni ulur ndonjëherë në takim me këtë zotin Ule apo me këtë që po ndërton resortin, apo jeni ftuar nga Bashkia e Shkodrës, apo pra nga instancat jeni ftuar para se të fillojë ndërtimi, apo tani që mbrapa që po ndërtohet? Po, ta shpjegoj unë. Atëherë për fituar një leje duhen 52 leje, për të marrë një leje duhen 52 leje. Dhe një nga këto është leja zhvillimit, është leja mjedisit, është leja fuanca, është leja të ndryshme, gjeologjike të gjitha. Janë 52 leje për të bërë një leje të plot. Dhe një nga këto, më kryesorja është dëgjesa publike. Jo pa qëllim, nuk e di a ke pa para 3-4 ditësh, unë kam gjetë persona të cilët nuk janë nga Velipoja, janë nga Kopliku, janë nga Luarsi, janë nga Shkodra, nuk janë asnjë banor të fshatit Bakseriol, të cilët kanë bërë dëgjesën publike. Jo pa qëllim, e kam nxjerrur përpara që t'i shohin gjithë shqiptarët, sepse ata njerëzit që dolën dhe pranojnë të thonë të vërtetën, ata janë burra, të cilët treguan të vërtetën, sepse ne zotëri nuk jemi nga Riolli, por na kanë thënë që hajde sepse dikush një mik, dikush një shok dhe kanë ardhur 46 persona kanë firmosur dëgjesën publike pa qenë fshatar të Bakseriollit. Kjo është një shkelje. Kjo është shkak për paligjshmëri të procedurës, sepse dëgjesa publike është pjesë përbërëse e procedurave për miratim paraprak të lejes. Në momentin që vërtetohet që dëgjesa publike nuk është bërë me banorë të cilët i përkasin zonës, se dëgjesa publike nuk mund të bëhet me banorë të cilët janë përtej zonës, sepse ai rezort prek banorët, kështu që nuk mund të shkojnë nga Shkodra në fshatin Rjoll, nuk mund të shkojnë dikush nga Tirana apo dikush nga Marsia. Pra banorët dhe banorët njihen njëri me tjetrin. Kështu që jo vetëm që duhet të jetë e firmosur, duhet të pasqyrohet me emër, mi emër, me kartë identitetit, me proces verbal, por dhe me pamje filmike apo fotografike që vërtetojnë faktin juridik që është realizuar kjo dëgjesë publike sipas ligjit. Dhe kjo dëgjesë publike është bërë në formën e kërkuar nga ligji. Mos respektimi formës e procedurës sjell automatikisht pavlefshmërinë e kësaj. Mbi të gjitha në qoftë se vërtetohet që ato nuk kanë qenë banorë të zonës, kjo është automatikisht nul, e pavlefshme. Zonja avukate, besoj se me ke parë tek emisioni Opinion, Aty ai zotëria, ai avukati i firmës Blueberg ose Gener Dyshi që ka marrë ndërtimin, më nxjerri mua tha, ke 46 persona që janë fshatar që kanë bërë dëgjesën publike. Unë jo pa qëllim ja kërkova që t'i shoh dhe ti njoh se cilët persona janë ata. Dhe ai nuk mori guximin që të më jepte mua të paktën ti shikosha si fytyra se kush janë ata. Sepse ai e din të vërtetën, sepse asnjë banor i fshatit Bakseriol nuk ka qenë në dëgjesën publike. Pra dëgjesa publike është bërë me njerëz të njohur dhe shok dhe miq të partisë LSI-a, i cili i ka sjell si forcë politike për të firmosur për dëgjesën publike. Kjo është pavlefshmëritë e procedurës. Po e kuptoj, por unë këta ja kam lënë prokurisë rreth gjysmor Shkodër dhe ka një vit që nuk po zhvillon hetimin. Megjithatë, kalojmë te pyetja që mbani zotëria. Leonard, me drejt bënë pyetjen, a keni pas në një marrëveshje apo afrim apo bisedim? Po, kemi pas. Vjet kanë filluar ata pa pikë leje, pa asgjë, megjithëse ne na thoshin kemi leje dhe na nxjerrshin disa leta që ata mendoshin se ne nuk kuptojmë se çfarë janë leta, çfarë janë let, por megjithatë ne kuptuam dhe u larguan vjet në mars dhe gjatë kësaj periudhe nga marsi deri në janar të vitit 2026 ka pas 3-4 tentativa që është thirrur nga Bashkimi Ulaj për të ulë dhe për të marrë vesh në lidhje me çmimin e kësaj prone. Pasi ne e dim se sa vlerë ka një pronë në Bregdetit dhe i dham vlerën e tregut të pronës, ai si na kërkoi neve që ne të shpreheshim atë dëshirën tonë se sa kushton 1 metër katror, ai pranoi që mos ta zgjas me
mbylli kapitullin duke na thënë që jeni shumë larg. Do me thonë, për pronën tonë që është e jona, ne jemi shumë larg. Dhe në momenti që ky siguroi gjitha oferat që i la dyne drejtorëve të policisë së shtetit shqiptar, i cili i pagoi ata për të mbrojtur pronën e tyre dhe mori sigurinë se do ta mbrojnë pronën e tij, ai u sul më një herë me datën 2 korrek, 2 shkurt, u sul drejt rrjollit me mjete që ka filluar rruga e rrjollit nga rrjolli për të shkuar në Shëngjin ka filluar në 2019 dhe ka përfunduar në 2025, kurse për një muj sa ka punu ai në rrjoll për një muj, ai nuk ka punu për 6 vjet rrugë. Pra aq me forcë e ka marrë të zhvillim. Shiko, zoti Molla, ju thatë një fjalë që jeni ul me zotin Ulaj, u ka pra me njerëz të firmës, të kompanisë që po ndërton resortin. Dhe po thoni që keni diskutuar dhe një çmim prone. Tani nuk keni rënë dakord për çmimin, pra u ka dhënë ai më pak, ju ka ofruar më pak, apo nuk keni qenë në rregull me dokumentat? Jo, se për dokumentat i ka pa ai, sepse i kam me franga arit që i kam ble janë frangat e arit, po ai nuk... Jo, të kërkoj ndjesë edhe për mënyrën e pyetjeve, unë përpiqem të pyetjeve. Është krejt normale pyetja jote edhe shumë e drejtë. Dhe duhet ta dinë gjithë shqiptarët vërtetën. Unë vetëm vërtetën. Sikur t'ishte edhe kundërshtari im në linjë, unë do ta respektoj atë në bazë dokumentave që ai paraqet, unë do t'ja kundërshtoja me prova, por ai ka të drejtë atij që ta marrë fjalën e tij, por e vërteta do të dalin sepse hetimet do të vazhdojnë. Por pikërisht ne kemi qenë aty, ne na ka thënë që ju zotëri, sa ka vlerë prona juaj për metër katror, dhe ne kemi thonë nuk po ta jap shumën se s'po nuk ka rëndësi shumë. Por ai nuk ka pranuar të na jap asnjë lloj oferte. Do të thotë që ne i kemi kërku aq shumë sa ai nuk ka pranuar të paktën 1 lek ta jepte, 1 lek të vjetër, të thotë, o zotëri, ty të kushton kaq, mua më kushton 1 lek. Ai s'ka pranuar absolutisht me fol. Dhe nga ky moment unë me thënë drejten, unë nuk kam pranuar me shku tek zyra ti, sepse unë i kam thënë që zyren e ke tek prona tek objekti. Kurse disa fshatar tjerë, të cilët nuk janë në dokumentacionin me mua, por kanë dokumentacionin e vet, ata kanë pranuar dhe kanë shku në zyren e tij, jo me pak se 3 herë. Pra 3 herë ka tentuar që të merret vesh me ta. Pra e vërteta është kjo dhe nuk është ndryshe. Okej, shiko, me qëse ne jemi verior qoftë edhe unë jam i Marcisë Madhe, edhe zonja avokate është Shkodrës, ju i Marcisë Madhe i Rrjollit. Po e njoh zonjën avokate, e njoh shumë mirë dhe bravo i qoftë. Po do të të bëj një pyetje tamam siç e bëjmë ne veriorët. Je ul ose jeni ul, më fal, jo ti, po jeni ul ju si grup të bisedoni me Fatmir Shpellzën, gjumë, të flisni, të zgjidhni, apo të shikoni se si mund zgjidhet ky problem, çfarë mund bëhet para se të vinte për të bërë resorti apo edhe gjatë kësaj kohe. Unë po ta kuptoj pyetjen, edhe është pyetje shumë e qartë. Ne me të vërtetë jemi verior dhe kanunin e kemi pas dhe e ruajmë edhe sot, pavarësisht se ligjet shqiptare kanë zëvendësuar kanunin me ligje të reja, me ligjet demokratike, por unë i kam kërku Fatmir Shpellzës që të vinë të mlidhin 12 burra të faret fisit ti, jo njerëz të rrugave, por gjajen, dajen, djalin e has, nusën e gjaj, vllajën e tij dhe 12 burra të vinë na bajnë be, që ka pas pronë në fshatin Bakse Rrjoll Velipoj dhe gjithë banorët e fshatit Bakse Rrjoll do t'i ulna në gjoj. Ja këta ja kam premtuar dhe ja premtoj që të vinë 12 bet, ti mlidhin ai, po të jenë kushrih. Jo që të mbien mu Ilir Metën e atë Monikën e kësi njerëzish partive, por du një familjar të cilët janë pjesëtar dhe trashëgimtar të pronës ti. Nëse trashëgimtar e pronës tina, që janë trashëgimtar, ata duhet kishin marrë pronën sipas ligjit shqiptar dhe të kanunit. Pjesën takuese, pra, nëse se kë ka pas stërgjyshin, pra nga stërgjyshi sa njerëz e gëzojnë të pronë, ky nuk i ka dhënë kukuj marë, përveç djalit vetë ky si ka dhënë. Ky i ka dhënë Bardhok Planit,
ky ka dhënë Naim Ahmedajt, ky ka dhënë Gjevahir Mustafs, ky ka dhënë Alex Nikolit, ky ka dhënë Vojsava Osmanit, ky ka dhënë gjithë njerëzve horave që mund të ketë Republika e Shqipërisë. Pra, familjarëve të ti që gëzojnë të drejtën e trashëgimisë nuk i ka fut në asnjë vend. Pra, që do thotë, pra, ky pas ka qenë veç një person i veçantë, s'pas ka pas as qëngjaje, as dajet, as si gjanë. Megjithatë, njerëz, pra, të tina, si që janë djemtë e ashti që jetojnë në Rrile të Lezhës, na kanë telefonu dhe na kanë thënë që ne vim dhe ju deklarojmë se në fshatin Baksëriull nuk kemi pas prona dhe nuk kemi pas borë kur. Dhe aq më tepër është Leonard se ky zotëria edhe tek opinioni zoti Shpellza i nxorri disa që kishte varrezat e njerëzve të para. Po, atëherë të them diçka. Dhe tha që është larg, nuk është komshi as me ju si banor. Atëherë fal, mund të bëj një ndërhyrje? Atëherë, në momentin që dikush kërkon një të drejtë pronësiet, se kthejmë përsëri tek profesioni, njëjë në të drejtës së pronësisë, nuk e kërkon në emrin e tij. Pra i vërtet mund ta kërkojë në emrin e tij, po kërkon njëjën e të drejtës së pronësisë, pa thona, nuk e di, gjyshi i Mollës mund të ketë quajtur Fran, pa thona, njëjën e të drejtës së pronësisë në emër të subjektit të shpronësuar, Fran Molla, pa thona. Gjyshit, pra kërkohet pronësia në emrin e gjyshit, sepse Lesha ju pron rrjall nga viti 1919, siç e citova në fillim. Rrjall nga viti 1918, 17. Pra, në atë kohë ka qenë e regjistruar në emër të gjyshit ose stërgjyshit. Dhe ato të cilët do të njihen pronar të pronës do të jenë të gjithë trashëgimtarët ligjor deri në ditët e sotme. Pra, që nga 1919 në emrin e tij ka qenë e regjistruar me prona në emrin e gjyshit. Ky gjysh ka dek beqar, nëse ka dek beqar do dahet te emrat e vëllezërve. Nëse ky gjysh ka qenë i vetmi pronar dhe ky ka pas fëmijë, bi, do me thënë femna apo meshkuj, atëherë këto janë trashëgimtar. Nëse këto femnat dhe meshkujt e gjyshit që janë baballarët kanë ndekur, atëherë do të shpërndahen tek fëmijët e fëmijëve dhe deri që vinë. Pra, nuk kemi të bëjmë me një subjekt të shpronësuar, vërtet është një subjekt të shpronësuar. Por prona i jepet në emrin e të gjithë trashëgimtarëve dhe Agjencia e Kthimit të Pronave nuk jep të drejtë pronësiet, po nuk o çu prokura nga të tonë trashëgimtarët. Po zonja Meta po i lën ta njerëz, dhe në gjyq, 2 minuta ta ne ta përfundoj. 2 minuta Leonard, më lër ta përfundoj dhe mandej na bën pyetjen. Okej. Jo, nuk e do e kuptoj. Se jam duke thënë, jo. Pse këta njerëz po përplasen në shtetin? Edhe në gjyq nuk mund t'i jepet një individit e drejta pronësisë. I jepen trashëgimtarëve ligjor të subjektit të shpronësuar. Mund të shkojë një individ në gjykatë, po gjykata thotë hajde ti djali dashur, në emër të kujt pa e kërkon pronën. Se ti në 1919 nuk ke mosh për me pas pronë. Nuk e kërkon në emrin tënd. E kërkon në emrin e gjyshit. Vetëm nëse ka përkur. Me sjell dëshmitë të trashëgimisë, me sjell ke ka pas gjyshi atë. Kush janë të gjallë, kush janë të pas vdekur, të vinë të gjithë për me kërku të drejtën e pronësisë. Apo në qoftë se jepet një drejtë të pronësiet, jepet në emrin e të gjithë trashëgimtarëve të subjektit të shpronësuar. Është e pamundur që një gjykat të njoft 1.500.000, do me thënë sa ka qenë sipërfaqja e një individit. Është objektivisht e pamundur. Po e kuptoj shumë qartë sqarimin tuaj dhe të falenderoj shumë. Por kam një pyetje shqetësuese, meqense është kaq e qartë që ju e thoni, sepse normalisht mund ta dinë edhe gjykatësi, edhe avokatët tjerë, edhe prokuroria, pra sepse ligji njësht. Pse po i çojnë ta njerëz në përplasje? Pse po i çojnë ta njerëz në këtë lloj rrugëve? Atëherë ta shpjegojon. Aty dihet se në zonat bregdetare sot ka zhvillim dhe ka pare, ka investime, pra ka shitje dhe ka blerje. Aty ecën leku, aty ecën parja. Po pse mos të pyesin edhe ju që në fillim, të bëni një pakt që në fillim dhe le të zhvillohet Rolli, Velipoja, Vërmoshi, Konispoli, kudo. A kuptoni gjë që prej 1.500.000 metrave katëror, Fatmir Shpellza e ka marrë vetëm 470.000 euro. E beson këtë?
Tash nuk e di Pra, sa në më 1 besuat, sa mos më besu. Kupto, këto që ti them, dëgjoj, ti kam thënë me emra, ti kam thënë me numra, ti kam thënë dhe këto do të dalin e vërteta sepse unë nuk flas kot. Unë flas vetëm të vërtetën. Unë po të them, 470.000 euro ka marrë Fatmir Shpellzaj për 1.500.000 metra katror. Jo, nuk i ka marrë për 1.500.000, sepse ti nuk i ka me gjatë, se të thash, 200 dylim i ka marrë njani. 125.000 i ka marrë njani metra katrore, metra, nuk janë pare këto, janë metra katrore. 35.000 metër katrore i ka marrë njani, 70.000 metër i ka marrë tjetri. Pra këti si ka me gjatë, këti i ka me, si ka me gjatë me ilan të parve të trashëgimtarëve të vetë. Këti ka me 470.000 euro pare thata. Me këto 470.000 euro, në kupto mu tashi, ky nuk në mund në lajnë ne. Ky ka la vetëm Fatmirin sepse kjo pronë që ka marrë ky e ka dita i se është e falsifikume dhe ka menduar se do t'ja hollin me kaq. Kështu, pra, ta spjegova përse nuk është marrë me ne. Sepse ai me ne nuk është marrë sepse ka gjetë një person i cili me 500.000 euro e rrumakosin 500.000 euro ky ka kry punë me te. Për 1.500.000 metra katror. Pavarësisht se këta personat të cilët kanë nga 200 dylim, nga 100 dylim, nga 35 dylim, të gjithë këta janë pjesëtar në firmë. Pra këta kanë pjesën takuse për qinjen brenda ndërtimit. Këta nuk marrin pare. Këta thjesht kanë dhënë pronën për investim dhe marrin godina. Pra e kuptojnë që aty hidhet paret. Do me thonë, jepet toka dhe ti merr ndërtesa. Kurse Fatmiri s'ka marrë gjanë. Fatmiri ka marrë 470.000 euro dhe i kam thënë Fatmirit ik tash, se ke kry punën tane. Ju kuptoj, por... Pra, kuptoje pse u mur me ta dhe nuk u mur me ne. Ja, e kuptoj shumë qartë të shqetësimin tuaj, por më duket i pa kuptueshëm pse duhet të krijohet gjithë kjo tolloville, gjithë kjo rromuj, kur që gjërat janë të qarta dhe edhe avokati apo ja shkon ligjin dhe pse duhet shteti. Leonardo, po ta them diçka më shkurt dhe besoj që me matematik mundesh në telefon të bash një matematik. Ne si fshatar për të kenë mirë me bashkimulen, ne kemi kërkuar 50 euro metrin katror. Më kupto mu tash se të thash nuk ka rëndësi, por po ta them tani me qenë se bani llogorinti. 1.500.000 metra shumëzoj për 50, besoj se bojnë rreth 75 milion ose 75 milion euro. 75 milion euro, tash kuptoje ti, 75 milion euro me 500.000 euro, çfarë diferencët kanë? Shumë pak. Pra e kupton ti se për t'i dhënë popullit të rriullit atë që i takon, i takojnë 75 milion euro që t'i japin kesh në dorë gjithë njerëzit dhe njerëzit t'i thonë atij egzofsh dhe këta njerëz që janë fshatar të Bakës së Rriullit kishin punuar dhe kishin siguruar jetën aty duke punuar sepse në fshat. Të të bëj një pyetje drejt për drejt. Ky 1.500.000 metër katror është pronë e dikuja, është certifikuar që është pronë e dikujt nga ju? Apo jeni vetë ju? Është me dokumenta i herën radhë parë e sjaroj edhe avokatja që ka qenë vendim faktit. Dhe me vendim gjykatet faktit, kanë marrë gjithë cili pronën e vetë në kohën 96-ën dhe 95-ën. I kanë marrë këto sipas ligjit që ka qenë atëherë me vërtetim fakti, vendim fakti. Pra të gjithë këta e kanë me vendim gjykate pavarësisht se është faktit, por ashtu ka qenë ajo, dhe ata kanë menduar se kanë fituar gjyqin dhe tani nuk ekziston ndonjë person që mund vinet hyn aty, se si ka shku menja kuj se mund ban të pizleqe, dhe ata nuk janë drejtuar hipotekë Shkodër për të kryer regjistrimin e pronës, por e kanë marrë dokumentin e venimin e gjykatës të shtëpia. Pra, me kalimin e kohës, në zyret e shtetit shqiptar krijuan disa ndryshime ligjore, të cilët venimin e faktit nuk e konsideruan si të sakt, por duhet bëjnë një venim gjyqësor. Pra, atyre u meti vendimi i gjykatës faktit tek shtëpia. Ky mbi venimin e faktit
marrë pronën, ky ja ka marrë gjithë këtyre, pavarësisht se unë edhe gjithë jemi 13 fise bashkë, na ka hyrë një pjesë, por familjeve tjera u ka marrë dhe shtëpitë e vjetra. Në 79-ën Kara Tërmeti, në 79-ën gjithë Enver Hoxha i mori gjithë dhe i pruri në tokën time, gjithë shtëpitë e reja dhe i bani bashkë, siç i ka bën gjithë Republikën e Shqipërisë. Aty tashi në tek shtëpia vjetër që kanë linë ai Nikol Malaj që fitoi gjyqin, 2 hektar. Ati i ka marrë shtëpinë e vjetër që i ka le gjyshi, i ka le stërgjyshi, ka le Nikola veç që është sot 67-8 vjeç. Ka le të gjithë fare fisi aty dhe sot ja ka marrë shtëpinë dhe thot a shtëpia e gjyshit tim. A ka më krim se ti marrësh trashëgimin një personit i cili ka linë gjyshit i në shtëpi, ka sakrifikuar me nërtu atë shtëpi dhe qohet një njeri dhe thot unë kam pas 3-4 shtëpia në fshatin Rrioll. Ti është nga ne që kena pas 3-4 shtëpia më. Po na me zër kena hangër buk më, kush ka pas 3-4 shtëpia më në atë kohë. Na kaçore e kasolle drunit kena pas, e kasolle kashtit kena pas, se s'kena pas mundësi me buk 3-4 shtëpia. Dhe sot pa pik tyrpit në venimin e gjykatës Vojsalla Kola Asmani ka thot në pronësinë e zotit Fatmir ka edhe 3 shtëpia të ndërtuara, sepse faktikisht janë 3 shtëpia, janë shtëpitë e fshatarëve të cilët janë shpërngul në 79-ën dhe kanë shkuar në një vend tjetër. Pra, e kupton ti se edhe shtëpitë që ka linë gjyshi e baba i personit që sot ka fitu pronën, ja ka marrë. Shiko, zoti Molla, do më lejosh të bëj një pyetje që më vjen nga një dëgjues. Më falë të falenderoj të gjithë ata që po më ndjekin dhe po na ndjekin dhe u kërkoj ndjes sepse kam pa fund në Messenger, në WhatsApp, pyetje edhe mbështetje kundrejt jush, por po më bën përshtypje një pyetje dhe do më lejosh të ta drejtoj. Përshëndetje, thot Leonard, thot respekt e pafund për zotin Molla, thot nuk e njoh, thot dhe e ndjek me shumë vëmendje dhe me shumë të rishtim komplet thot problemin e Rriollit. Unë nuk kam qenë asnjëherë në Rrioll, thot, por po flas thot si një qytetar i jashtë këtij problemi. Dhe doja t'i bëj një pyetje të drejtë për drejtë. A mos vallë kauzën tuaj po e blen me padrejtësisht Agron Shehaj dhe po shiteni tek Agron Shehaj? Dëgja. Tash e tha që kujdes, ai gjithsecili ka drejtën e fjalës dhe ka të lirinë të të pyesë dhe të thonë çfarë të dojë. E vërteta është se këtë pronë e kanë marrë të tjerët para Agron Shehit. Pra, fatkeqësisht se po ta kishte marrë Agronit, paktën do ishim marrë vesh me ta. Agroni është i vetmja forcë politike që unë si kam lënë votën, se unë se kam njoh, ja kam thonë në sy se kam lënë votën, por është i vetmi person i cili në parlamentin shqiptar ka ngritë zërin dhe ka diskutuar për Rriollin në çdo moment dhe çdo rast. I them atij dëgjuesit që dëgjojë me vëmendje, sepse pronën e Rriollit jo Bashkimulaj, por Agron Shehej, e Sali Berisha, Edi Rama, e kushdo që tjetë nuk e gëzon pronën e Rriollit. Ta harrojnë edhe ai pyetsi. Ai ka shumë drejt që e bën këtë pyetje. Por i vetmi person shqiptar me pozitë parlamentar që ka vunë në dukje dhe ka ngrit problemin e fshatit Bakës së Rriollit për pronat është vetëm partia Mundësia. Kjo është një falënderim jemi. Me sa kuptova unë pyetjen, me fjalë ishte pjesa kauzës, pra te pjesa politike, jo te pjesa marrjes pronës, por po e përdor si kauzë politike. Kjo ishte ai ta dëgjoj. Vota është e fshehtë. Vota është e fshehtë dhe nuk duhet asnjërit nga ne që të diktojmë se cilin me votu ose të japim drejtim votës. Unë për veten time jam i djathtë dhe do të jem i djathtë por kurrë me Salen. Sala është armiku i Rriollit. Jo, jam i djathtë dhe do të jem i djathtë, po kurrë me Sali Berishën, sepse është i vetmi person atje në parlament që ulkryt kur e përmend ai Agron Shehaj, kur e përmend fshatin Bakës së Rriollit dhe pronën, ai fshihet dhe ulkryt dhe mundësisht del edhe për jashtë. Unë e kam taku tek makina kur ka ardhur se i kam dalë te parlamenti dhe i kam thonë, "O Sali Berisha, çove fal" dhe më ka përshëndet dhe më ka lellatu supet dhe më ka thonë, "Sa të hy brenda të organizarin." E çfarë mashtruesit është ai kur edhe sot
që sot po flas, çdo moment që flas në gazeta apo televizione apo në radio, unë i them, të lutem, më trego ç'lidhje ke me Bashkimulen. Ka që vështirë që ka, da trego ka ai se ç'lidhje ka me Bashkimulen, pse nuk e le thot ai? Ku është problemi? Shiko, para disa ditësh ju keni bërë një deklarat, ke Raport TV-ja, më qofsh gabim, ku keni hell hipotezën që bashkëpronar ose bashkëaksioner me Bashkimulen është edhe Shkëlqen Berisha. Po, vërtet. Është një deklarat juaja në zëtësi e sipër apo keni diçka konkrete? Jo. Nuk tani që po flasim bashkë besoj se nuk ka nxehtësi. Unë nuk flas ndoshta po t'jem ndoshta t'jem ball për ball me të mund të krijohet gjakdësi, por tani unë flas si ftov dhe ashtu. Pra, sipas thonave dhe aty e kam lënë edhe e kthem, sipas të dhënave dhe hetimeve që ne si individ bëjmë rreth këtij problemi dhe këtyre çështjeve, na rezulton se djali i Sali Berisht është fare fisnor me Bashkimulen. Kështu që linë e drejta ime, me qenë se Sali Berisha nuk flet, nuk i përmend, zguxon me përmend emrin Bashkimuls, atëherë me linë e drejta dhe me plot drejt them që këta persona janë palë me zotrin. Atëherë kalojmë në krahun tjetër të Partisë Socialiste. Ke dëgjuar ndonjëherë që Edi Rama ka folë për rjollën, për Durrësin ka folë ai. A foli te Durrësi dhe ishte tek Durrësi? Po, në rjollën nuk ka qenë. Atëherë bravo. E ke dëgjuar për Durrësin edhe se si i dhunoi ata personat dhe i dalloi me gisht ti hajde këtu se e zoti toks. Mendon ai. Po në rjoll, a erdhi ndonjëherë? E dëgjoi kur se folin ai fjalë? Pse nuk flet? Atëherë pra lind pyetja se vllai i tij, pra kemi edhe dhëna, por vllai vet është logjika që çon tek kjo pyetje dhe tek kjo ide që vllai i Edi Ramës, Olsi, është pjesë në firmën Blueborg. Kaq. Shiko, zoti Ulaj, ju keni patur shumë përplasje me policinë, edhe banor populli është përpjek t'ju përkrah me tjetë pranë jush. Dhe si e shikoni frymën e shqiptarëve, popullit shqiptar? Se më duket se nuk jeni edhe shumë të bashkuar, u kanë lënë edhe si shumë vetëm. Më thënë të drejtën, shiko, kom të dishka, kom të që do të thëmë. Më thënë të drejtën, duke parë gjithë atë sakrificë tuajen, gjithë atë përplasje tuajen, kam menduar që prej në vërmosh e Shkodra duhet vite në rjollë. Sepse kjo po ndodh ju sot, kjo mund t'i ndodh nesër Vërmoshit, mund t'i ndodh nesër, ku diun, Thethit, si t'i ndodhi para jush. Pra, do të them të fryma e masës. Atëherë të them diçka. Edhe bashkëdhetar tu nga Bajza, ose bashkëfshatar tu nga Bajza, kanë ardhur dhe më kanë përshnet dhe kanë ardhur dhe kanë qenë jo më pak se 3-4 herë, por të them diçka. Thjesht 40 ose 47 ditë për ditë, edhe njerëzit nuk mundën që të vinë nga gjithë Shqipëria. Pra, kanë ardhur nga Vlora, kanë ardhur nga Mollakastra, kanë ardhur nga Durrësi, kanë ardhur nga Qirokastra, kanë ardhur nga Dukagjini, kanë ardhur nga Bajza, kanë ardhur nga tënë trevat e Shqipërisë, kanë ardhur nga Kosova, kanë ardhur nga Peshkopia. Pra, këta persona që kanë ardhur, ata na mbështesin ne nuk i kena thonë aty në hajde merr pushkën, se po të kishte marrë pushkën, s'kishte pas nevojë se na kishim heq vetë, por jena munu me mënyrë demokratike. Inshallah nuk shkojmë atje. Ore do të shkohet atje nëse nuk ka zgjidhje, do të shkohet se nuk e gëzon kush pronën tonë. Kjo ka marrë punë. Por ne do mundohemi deri në fund që me mjetet demokratike, me venime gjykate, me gjitha llojit e mjeteve që është që të komunikojmë, ne e duam që të zgjidhim ky problem. Në fundit, kur të merr pronën ai tjetrit, ka marrë shtëpinë, ka marrë gruan, ka marrë fëmijën, s'ke çfarë më jetë, jeton kot.
do me thonë të ka marrë shpirtin, pse jeton, me jetu këta. Unë e di se unë kam jetu vetë jashtë shtetit dhe kam ikë në 93 në Gjermani dhe unë e di frymen dhe edukatën se si është përpronën, se si është ligja ne, se ligji është i pakundërshtueshëm dhe është i zbatueshëm, sepse e di njerëzit sepse 80% e shqiptarëve nuk i din të drejtat e tyre themeltore që mund që ka ai person. Kjo është e vërtet. Kjo është e vërtetë. Pa, kurse jashtëtetit në lëndët simore bëhet është lëndë specifike e cila tregon të drejtat e individit që ka një shtet ligjor. Pra është lëndë e posaçme. Kurse këta mundohen që të drejtat tua ti mos i dish. Ti mos i dish drejtat sepse ai të lunon sa më lishëm, ai të sfidon sepse ti nuk din, sepse ai thot ta arrestoj, ai thot pse ke ardhur këtu, sepse ti nuk i din drejtat tua dhe ti çon dur nalt, ai të mashtron të bën gjitha. Ai kupton pra 80% e shqiptarëve nuk i din të drejtat e tyre dhe për këtë jemi ku jemi si shtet shqiptar. Kjo është edhe çështje e mentalitetit ton si shoqëri, si popull. Jo, por edhe se sa kalojmë jashtë shtetit atje na bona njerëz more eksploatojmë bizet dhe eksploatojmë tani ai tip bizet atje sepse se di çka ka ndodhur në Shqipëri, se sa ty në Shqipëri duket se dyshon ajri apo di gjithçka më kanë. Këtu kena 500 vjet jena të namën më zot njerëz, vajm hajër. Zoti Molla, shiko, me deputet të qarkut, qoftë socialistës, qoftë Partisë Demokratike. Asnjë, zero. Asnjë lloj kontakti, asnjë lloj ndërhyrje, asnjë lloj. Ja, hiç. Po nuk guxojnë më me fol, për këtë për këtë vjen në. Janë deputet parlamentit, si nuk guxojnë, kemi zgjedhur. Po s'guxojnë pra, e ke pa Edi Ramën si u ban aty për atë ballukun çepe. E ke pa si u ban. Ashtu u ban edhe sala këtyne. I lloj i ke. Po kjo është. Ashtu agroshe ai që po flet në parlament. Pse s'po quhet një deputet? Përveç një deputet i Partisë Socialiste nga Lesha, i cili është malcori joni, i cili është qenë një herë dhe ai ka marrë dënim nga Edi Rama pse është qenë me diskutu punën e rrjullit. E kupton se ku jena, se çfarë shkallët jena, çfarë nivelit të njerëzve të zgjuar kemi, ne s'kemi njerëz zgjuar, ne kemi njerëz të komanduar këtu. Ëllimshme dhe dashur. Zonja avokate. Më thoni. Nuk e di tash sa na ke ndjekur, por cilat janë rruga që duhet banorët të ndjekin në gjykata, ose nëse gjykata shqiptare këtyre njerëzve nuk japin të drejtë, është e drejta që të shkohet edhe në gjykatë të Strasburgut apo në gjykatë evropiane? Po, atëherë gjykata e Strasburgut mund të shkohet domethënë sepse çdo qytetar i cili ka realizuar një proces administrativ dhe gjyqësor ka të drejtë të shkojë në gjykatën e Strasburgut. Por çfarë do të thotë kjo? Do të thotë që mbasi të përfundojnë procedura ankimore administrative pranë institucioneve shtetërore, ti të kthyer një përgjigje negative, qytetari të drejtuar gjykatës së shkallës parë, pas gjykatës së shkallës parë gjykatës së apelit, pas gjykatës së apelit gjykatës së lartë, pas gjykatës së lartë gjykatës kushtetuese dhe vetëm pasi të zërojnë këto rrugë atëherë do të shkojnë në gjykatën e Strasburgut. E përkthyer në çështjen konkrete, kjo do të thotë që Gurtemalit shkret, zoti Molla do të ketë dalë bari 2 minuta. Zotit Molla do të ketë dalë bari te rrjulli, ai rezorti do të jetë përfunduar, do të jetë shit dhe çdo kthim i të drejtave do të jetë bërë objektivisht i pamujtur, domethënë, për të fituar të drejtën e pronësisë. Sepse gjyqësori është i shkatruar. Vetëm një proces në shkallë të parë zgjat 4 vite. Gjykata e apelit është inekzistente sepse është nën staf, nën norm dhe ka vetëm 30 gjyqtar, 32 gjyqtar diçka e tillë, kështu që një çështje në gjykatën e apelit zgjat një 7 vite, 8 vite apo 10 vite, dhe që ka çështje që në 2015-16 që ende nuk janë duke u shqyrtuar, në gjykatë të lartë njëjta gjë, dhe në kushtetuese pret kur të vinë rralla. Mandej edhe kur bën ankim në gjykatë evropiane nuk është se atje e merr direkt, kështu që i ta kanë mas një 25 viteve plus minus që ti mund të shkosh dhe mund të pretendosh një të drejtë 20 vite pathona, që mund të merresh një të Strasburgu. Dhe për 20 vite, e din çfarë është bërë me drejtën e pronësisë aty? Masakër, është letërsuar, është ndërtuar rezorti, është shitur në 4-5 dorë. E vërtet. Kush është Por ekziston edhe diçka tjetër, që qytetarët
mund të bën një kërkesë padi për anullim aktesh pavlefshmëri e tjerë, domethënë, sepse duke parë çështjen prej afër edhe mund të realizohet konsulenca juridike mëgjithsisht, por duhet të kërkojnë urgjentisht sigurim padijet. E vetmja fitore në këto momente është një sigurim padijet, po a ka gjyqtar që ja jep sigurimin e padis? A ka gjykat që del kundra shtetit? A ka gjykat që del kundra një kompanie ndërtimit? A ka gjyqtar, më mirë më thënë, që janë kaq të fuqishëm? Në sistemin gjyqësor shqiptar nuk besoj se mund të ketë gjyqtar kaq të fortë. A nuk ne i bëri të fortë kjo reforma në drejtësi? Të gjyqtarët më se ai lëshim atë të korruptorit dhe edhe të tjerë. Nuk është puna aty reforma në drejtësi, sepse edhe më përpara dhe në çdo sistem ka pasur gjyqtar të ndershëm, të drejtë, të ashtë, të korruptuar. Po pse bën atë? Nuk është çështje reformës në drejtësi. Dhe gjithmonë do të ketë gjyqtar të korruptuar, prokuror të korruptuar, drejtorë të korruptuar, sepse korrupsioni ka lind bashkë me individin dhe korrupsioni ka lind bashkë me shtetin. Nuk duket asnjëherë, edhe në botë. Por ideja është që çfarë të bëhet. Çfarë të bëhet? Pra ka masë urgjente, në qoftë se gjykata nuk vepron për të dhënë një masë sigurimi, padijet paktën sa të qetësohen qytetarët dhe të kenë besim të drejtësia, me një gjendje të agravuar që ka rrjolli, unë parashikoj dhe humbje jetë njerëzish. Parashikoj humbje jetë njerëzish fatkeqësisht, sepse prona është e shenjtë. Prona për këtë është të shenjtë, po sidomos për malësorët, për verion, ajo është baraz me jetën me nderin e familjes edhe të gruas dhe të fëmijëve. Kështu që është të shenjtë sa në qoftë se shteti nuk vendoren, sistemi nuk vend një masë sigurim padijet, pezullim, punime, qoftë edhe për një periudhë njëmujore, ose qoftë edhe deri që të përfundojnë një gjykim në shkallë të parë, apo diçka e tillë, sepse rezorti nuk përfundon për 1 muaj, as për 6 muaj, po të paktën deri që të shqetësohen gjaknat dhe qytetarit të ketë besim të drejtësia, me këtë situatë të agravuar ditë për ditë, do të kemi dy kushte, ose do të lodhet populli, pra qytetarët dhe banorët e rrjollit, ose do të shpërthejnë ndonjë krim apo do të ketë humbje jetë njerëzish. Ta jap fjalën që banorët e fshatit rrjoll nuk do të lodhen. Ta jap fjalën dhe ta premtoj. Zoti Molla, atëherë shteti duhet më ndërhyjë me një masë sigurim padijet, sepse unë ta garantoj që pa marrë lejen do të ndërtoj me forcën shtrënguese të shtetit, do të ndërtoj. Ju do ta shihni për ditë aty duke u ndërtuar rezorti, duke u hall themelet dhe ju duke u lënuar, duke u shoqëruar në polici edhe të tjera. Në qoftë se nuk vepron shteti me një sigurim padijet, konkretisht sistemi gjyqësor, që ju të bëni një padi për sigurim, një padi themelit, dhe një kërkesë për sigurim padijet, dhe shteti të veprojë për të shqetësuar, qoftë edhe me një periudhë, me një afat, e vetmja shpëtim është kjo. Por në këtë situatë është situata shumë e rëndë në rrjoll. Po, atëherë duhet ta shpjegoj edhe për sigurimin e padis. Po. Për sigurimin e padis. Ne kemi parë sigurimin e padis dhe 2 herë na ka rrezu. Megjithse na ka caktuar për pezullimin e lejes së ndërtimit, se ka shumë të meta. Varet nga objekti, sepse ti mund të bësh padi nga më të ndryshmet, sepse pezullimi i lejes së ndërtimit për hir të së vërtetës nuk të jepet sigurimi padis për pezullim të lejes së ndërtimit, sepse leja e kemi parë, por na ka rrezu, ta shpjegova që na ka rrezu. Por them te, na ka caktuar datën 29 prill. Zotni Molla. Duhet të bësh padi tjetër, sepse edhe padia themelit me anullim të lejes së ndërtimit në 90% të rasteve është e humbur si gjyq, më kupton? Pra, edhe gjyqi i themelit, anullim të lejes së ndërtimit është i humbur si gjyq. Kështu që edhe sigurimi i padis është i humbur, sepse do të ndjekun të njëjtin fat me padinë e themelit. Ju duhet një padi tjetër dhe sigurim padijet për padin e re që të bëni. Nuk mund ta fitosh gjyqin për anullim të lejes së ndërtimit. Ta garantoj unë ty si avokate, me eksperiencë të disa viteve, që ai është gjyqi humbur. Megjithatë ne po presim. Dhe këtu do të më dëgjosh. Për arsye ligjore, lejet e ndërtimit në 90% të rasteve nuk anullohen. Jo, ati pse të them unë këtë. Ta them me atë vetëm sepse ai ka shumë të meta në dokumentacion, një, edhe e dyta, ajo ka marrë themelit. Duhet të godasësh dokumentacionin e themelit, jo lejen në ndërtimit. Tani, më dëgjon mua sepse kam eksperiencë që në 2003-2004 si avokate. Ne jemi dëgjuar këtu në këtë intervistë, ju duhet një padi tjetër dhe urgjentisht. Dhe bashkërisht me padin e re të bëni një sigurim padijet. Edhe çështjen e themelit që keni bërë anullim të lejes së ndërtimit,
apo konstatimi pavlefshmërisë së lejes së ndërtimit është gjyqi humor. Anullim. Po më thuaj. Anullim e kemi bërë, anullimin e lejes së ndërtimit dhe kështu që na ka se çka ke bërë se ta thash kam që në 2003 me eksperiencë gjyqës. Unë e di se çka ke bërë. Po është gjyqi humor. Kjo po thot, Zoti Molla, e ke gjyq të humor. Për dokumentacionin. E di, po edhe sigurimin e padis bashkë me padin bën edhe sigurimin e padis, po erxoj, ty erxoj. Megjithatë, unë shpresoj tek drejtësia, shpresoj, nuk e di, ndoshta shpresoni vërtet, shiko, zoti Molla, shpresoni vërtet. Tjetër dhe urgjentisht. Ju duhet një padi tjetër dhe urgjentisht. Faleminderit, po do ta bëj se s'ban. Shpresoni vërtet tek drejtësia apo mi jepni, si më thonë atë, pozitivitetin vetes apo është vërtet shpresë? Jo, dëgjoj, unë nuk kam pa ndaj shaj pozitive tek njerëzit që me këtë reformën në drejtësi që u bën, nuk kam pa ndaj përmirësim me ton drejtën, por vetë logjika të çon sepse njerëzit duhet ta kuptojnë vetë gjyqtarët dhe njerëzit që janë të ndershëm dhe gëzojnë pronë edhe ata siç gëzojmë edhe ne, kanë familjen ata siç kemi ne që të japin drejtësi sepse pos dhe drejtësi nuk ke shtet, pos dhe drejtësi nuk ke njeri, nuk ke autoritet. Jo sa po thot pak më përpara që edhe një gjyqtar ka pronë aty te ky resort. Ish. E ka nxjerrë reforma për jashtë atë. E ka qu ati ku pat venin, po ai 8 persona duhet me kenë edhe në burg. Sepse nuk është problemi se vetëm unë, po sa njerëzit, sa kriminalat i ka nxjerra nga burgu, sa njerëzit i ka fut në burg për vjedhjet e energjisë elektrike, sa njerëzit e ka fut në burg për ndërtim pa leje. Është rishtim. E kupton ti se çka ka bëj, edhe sot ai leçe hoqën iku e punë, po ky ka marrë e avokatit. Kjo është edhe më keqja. Jo kështu janë bëj gjithë. Mi shiko, janë bëj gjithë, ka një që milionera janë bëj avokatët. Tash i ka dhënë edhe licencën avokatit ai. Edhe tash ata gjyqjet tash po të them diçka, unë kam marrë avokat Alex Nikolin se unë nuk e kam ditë. E pa ta marrë Alex Nikolin se unë nuk e disha këtë problem, këtë çështjen e pronës. Ta them që ta di njerëzit. Dhe në momentin që po ecësha unë me gjyqje, ky s'po më tregonte mu për këtë Fatmir Shpellën se ishte kanë person që kishte dhënë gjyqin. E ke parasysh? Dhe unë tash i qoh me marr avokat, unë për me mbrojt kundër dënimit që kishte dhënë ai. E kupton ti se çfarë njerëz trash janë ana që s'kuptojmë? A kupton? Seriozisht, e kupton? E marrun avokat për me mbrojt dënimin që ka dhënë ai. Për me kundërshtu, do me thonë, me kundërshtu venimin, se unë nuk e disha kush ka kënë trup gjikus. Në momenti që... Rëft reforma në drejtësimi, fjalla, kupton? Po e mora avokat, me rëzu venimin që ky ka dhënë Fatmir Shpellës. E kupton ti se çfarë njerëzis ka, pra. E ka dhënë venimin që ka dhënë 1.500.000 metra të trisë. Kjo është për Guinness, kjo është për librin Guinness. Po të beto me këtë vërtet, ma. Po e ka marrë unë, ma. E ka marrë unë me kundërshtu venimin që ka dhënë. Edhe më ka thënë, ka marrë 2 milion lek. Kjo është me qajtë e me qesh, si e thonë, kjo është... Jo, po këtu, na i thomë tjena me qish budalla. Jo, tamam. Shiko, zoti Molla, dhe pak, mi thëmë sa kemi në informacion, nuk ka dikë të ndaluar nga banorët e rrollit në polici, por si është fryma brenda banorëve? Duket se jeni kompakt. Jo, ka të ndaluar, ka të ndaluar, sepse masa sigurisë ndalim është. Ma sigurisht që mos afroheni tek ndërtimi? Jo, ka edhe ma sigurisht 2-3 paraqitje. Unë e kam për shembull një herë në çdo të hanë të funit të muajit. E kam paraqitjen prokurori si person shumë i rrezikshëm që kërkon me shku te prona vet. Kështu që edhe kam të ndaluar të shkoj tek prona, domethënë atje ku është të ndërtua, të shkoj te prona ime, e kam të ndaluar. 17 persona që ishin më aktivet u kanë dhënë temon siguriet ku s'lejohet që të shkojnë. Kurse tjerët janë grafmi, i marrin para, e kanë gjetë ma të letë dhe këtë ide e ka dhënë vetë shefi komisariatit Bekim Lika, i cili e ka qenë edhe autori që ka vendosur se si do veprohet me këta fshatarët e rrjollit dhe cilët nga këta do të jenë
të ndjekur penalisht. Shiko, me qenë semi këto. Zonja avokate, të të bëj një pyetje. Po. Me qenë se është një ndërtim privat, sepse ky resort apo ky biznesmen është privat, pra nuk po ndërton shteti. Dhe ky privati ka hyrë në konflikt po me njerëz privat. Tani, duhet policia e shtetit ose ka përgjegjësi policia e shtetit të sillet në këtë lloj mënyre me banorët, pa siguri kemi parë se si veprojnë ata, sepse besa dim aty ka edhe polici private që përfaqësojnë ato forcat e sigurisë. Pra si është kjo e drejta? Tani, për hir të së vërtetës, një subjekt privat ka të drejtën, qoftë edhe kur bën një ekzekutim të një vendimit, pra nëse ne kemi parasysh ekzekutimet e vendimeve, prishjen e ambienteve, apo prishjen e shtesave pa leje, prishjen e ndërtesave të tjerë, policia, subjekti privat ose përmarruesi, në rastin konkret, le të themi edhe firma ndërtimit që ajo do të ndërtojë diçka, ka të drejtë të kërkojë një polici private dhe dy, në momentin më anë të se cilët policia private, do me thënë se policia private vetëm thjesht ruan objektin, mos hyrjen apo mos daljen dhe është e kufizuar në veprime, ka të drejtë të kërkojë edhe suportin e policisë shtetërore, gjithmonë në ato momente kur parashikohet diçka që është kundër ligjit. Pra, çka do të thotë që mos ekzekutimi një vendimi apo një shkaktim i dhunet apo veprime të paligjshme në mënyrë që të parandalojmë për shkallëzimin e veprimeve të paligjshme apo dhunën, sepse e vetmi që mund të ndërhyjnë është policia e shtetit dhe jo privati. Policia privatit nuk arreston. Në qoftë se ndodh një rraje, në qoftë se ndodh një pengim për të hyrë në pronën e një ekzekutim. Pra kjo është arsyeja pse thirret policia e shtetit, që në rast të agravimit të situatës, atëherë policia ndërhyj për të bërë arrestimet përkatëse. Si çka Avokate, ta bëj një pyetje avokate. Po, më thuaj. Pyetja ime është këtë e thjesht për ty, se për mua shumë e veçantë. Ta policë që vinë janë 200 policë, 150, ma pak ta janë 100 policë. Këta rrinë ka 47 ditë, ta që vinë çdo ditë nga Tirana, nga Shkodra, e bajnë më rrallë. A janë të lishëm këta policë që vinë dhe mbrojnë një këtë person që ne po kërkojmë, vetëm që të ndalohen punimet deri në sqarimin e dokumentacionit. Nëse dokumentacionin. Atëherë, 2 minuta, më lër që ta sqaroj sepse unë jam asnjëse. Ti nuk ke drejt të thush një kompani e ndërtimit pezullo punimet. Kompania e ndërtimit i pezullon punimet vetëm kur ka një vendim gjykatet. Në momentin më anë të së cilës ti thu pezullo punimet, ti je duke dalur kundër një veprimi administrativ që atë e ka ligjëruar për të ndërtuar. Me kupton, zoti Molla? Çka do të thotë që paligjshmërinë në rastin konkret e bën qytetarët, sepse ju jeni duke penguar një kompani të ndërtimit të procedojë, të ndërtojë për diçka që ajo ka marrë leje ndërtimit. Po ti ke bërë lejen e ndërtimit pa të gjësën publike, të lutem. Të lutem, fitoje gjyqin ti. Aktualisht nuk ke një sigurim pa dijet dhe nuk ke një vendim të formës së prerë. Atëherë ta bëj edhe një pyetje. Po ta bëj edhe një pyetje më specifike. Më thuaj. Nëse unë e fitoj gjyqin dhe fitoj drejtën e pronësisë, çka ndodh me firmën që sot po ndërton? Kjo është një pyetje e bukur. Nëse firma, pra nëse ti fiton gjyqin, qoftë për leje ndërtimit apo për të drejta pronësie të LMZ thash, dhe ka ndërtuar, ti duhet të kesh parasysh si procedon një kompani ndërtimit. Një kompani ndërtimit, kur ajo ndërton, paraprakisht me hapjen e gropës, ftohen subjekt të ndryshëm për të kontraktuar me kompaninë, të cilët i japin kompanisë, lidhen kontrata sipërmarrje paraprake, ku paguhet 5.000 euro metri katror, prenotohen garazhe, prenotohen apartamente, prenotohen dyqane, tjerë më thash, lidhen kontratat e përkatëse sipërmarrjes, depozitohen lek dhe çdo gjë. Kështu që edhe nëse ti fiton të drejtën e pronësisë, ti nuk mund të kthehet mbrapsht objekti, sepse nuk mund të anullohen këto kontrata dhe nuk mund të anullohen këto objekte që janë shitur tek të tretët, sepse të tretët kanë qenë në mirëbesim. Në qoftë se ju duhet të ecni pa u ndërtuar diçka, pa u shtit me kontrata sipërmarrje dhe pa u përfunduar në objekti, sepse në qoftë se objekti ndërtohet dhe shiten objekte, e keni të humbur përjetësisht të drejtën e pronësisë. Do të thotë pse fitoj gjyqin, unë s'fitoj gjë, S'fiton gjë.
Po si ka mundësi, në cilin shtetë është kjo, cili nën i kodit civil, Am pyetje, tani unë do ta dham konsulencën juridike falase. Am pyetje mërzoti shoqitarione. Am the, unë jam të thonë, në qovë se ti, mas 20 viteve dele drejta jote e pronësisë. Nuk ka gjykat në botë që thet të anullohen këto kontrata, të prishet rezorti dhe ta japin ty të drejtën e pronësisë. Jo, sepse unë e kam ble sot. 2 minuta, zoti Molla, unë e kam ble sot dhe unë kam pagu 5.000 euro për metër katror dhe kam pagu 300.000 euro kam pagu për një apartament, apo 200.000 euro kam pagu për një apartament. Dhe mas 20 vjetëve që ty të njeh të drejta e pronësisë, unë nuk kam si me ta kthy ty, sepse unë gjatë ty 20 vjetëve kam shpitur në 2-3 persona të tjerë që kanë qenë në mirëbesim. Pra, e drejta jote e pronësisë, mas 20 vjetëve ka kaluar në 10 dorë. Po edhe, ta jap një shembull. Një më zoti, vazhdoj të çanullin. Zoja avukate, po mira, ta jap një shembull unë që e kam fitu një gjyqë në gjykatën e lartë. Po ta them me emra, po dëgjoje me vëmendje, më dëgjoj. Ka fitu Marashlaca me dokumentat falsifikuara ka fitu pronën në Pak Seriol 96.000 m2. Nuk po e hym nga Velipoja. Po ta jap me shembull me prova me fakte. Ja ka shitur të shoqes, e u bën 2. Ja ka shit Said Fisht, e u bën 3. Ja ka shit Esat Ademit, e bën 4. Ja ka shit Tokdoshit, e bën 5. Dhe për te, unë e kam patit në gjykatën e gjyqësore Shkallës Parë Shkodër, ku kam kam shku dhe kam qu në gjykatën e apelit Diran me atë që ka vdek, e kam dhe kam shku në gjykatë lartë dhe gjykata lartë ja ka prish gjitha dhe ka kthy përsëri në gjykatën e apelit. Pra që të thot, ajo që thu ti, nuk është e vërtet sepse kanë kalu shumë dorë. Jo, prit. Ka prish vendimet gjykata lartë, mos shtrembëro. Jo, nuk shtrembëro, o thëmë vërtetën. 2 minuta, zoti Molla, a din kur thon kur sitan? Kur një vendim merr formë të prerë dhe ty të kthehet të drejta pronës. Më thuaj, të shkthyer prona? Ke fituar të drejtën e rigjykimit. Pra, e ke humbur shkallë parë. 2 minuta, zoti Molla. E ke humbur shkallë parë. E ke humbur në apel. Gjykata lartë ka kthyer edhe një herë në shkallë parë për më bë gjyqi prej fillimit. Më thuaj, a e ke marrë drejtën e pronësisë, prona ta kthy? Shpitore. Çose prona të shkëlqy. Jo, nuk e kisha aty. Të drejtën e gjykimit nga shkalla parë, mos harrosh shkallë parë, do të kalosh në apel, për apelit do të kalosh pak në gjykatë lartë. Do të kalosh edhe një 10 vite të tjera. Më falë se u keq kuptove ti. Unë thash se e pata taj stili që kur kalon shumë duar, am kupton ti numrova unë me duar dhe me emra. Unë jam të thënë, mas 20 vjetëve po kalove shumë duar. Pra po ta them. Sepse po kalove shumë duar. Po kalove shumë duar. E kuptoj që drejtën e pronësisë. E kuptoj që bëhet shumë e vështirë, sa dur të kalojnë, është shumë e vështirë, edhe bëhet çdo dorë e më vështirë bëhet. Unë e kuptoj dhe është plotësisht e drejta që thotë. Por jo se unë fitoj gjyqin dhe ai dhe unë s'do të fitoj paktën vlerën monetare. Vlera monetare dhe më shpërblim po. Aty ke të drejtë. Por jo të drejtën e pronësisë. Po atë kërkojmë pallate. Edhe në pallat ju duhet. Unë thash të drejtën e pronësisë, jo të drejtën e dëmshpërblimit. Pronësia me dëmshpërblim janë dy gjëra të ndryshme. Sa më shumë vite që kalojnë, aq më shumë të largohesh nga prona jote. Dhe bëhet objektivisht e pamundur që ti ta fitosh. Unë thash vlerën monetare, unë nuk se pronësisë unë e kuptoj. Zoti Molla, kush janë hapat që ju do të ndiqni tani, ose që po ndishni, ku jeni, ku është situata? Në radhë parë, kemi një vit e sa, po pa një vit e një muaj që kemi bën kallëzim prokurinë e rrethit gjyqësor Shkodër. Gjithashtu kemi edhe 3 kallëzime që kemi bërë në SPAK dhe për moskopetencë ja ka dërguar moskopetencë toksore dhe lëndore ja ka përcjell prokurisë rrethit gjyqësor Shkodër. Se ka marrë SPAK-u? Nuk e ka marrë SPAK-u? SPAK-u nuk e ka marrë SPAK-u dhe tani kohët e funit këtë që ishim që bëmi protest para SPAK-ut, dërzuam edhe një kallëzim të ri ku me këtë kallëzim e ka regjistruar si përçetim penal,
por ka thënë që nuk është kompetenca jone, është te prokurisë Shkodrës, ke të drejtë, por nuk shoh element që duhet ta ndaloj. Megjithatë, na ka dhënë edhe një të drejtë që ti drejtohemi gjykokos Tiranë për me bën një vendim gjykatët nëse ta ndaloj prokuria ose ta mbaj prokuria ose ta dërgoj në Shkodër. Në Shkodër, kuptoj. Po, atëherë pyetja ishte, ecuria jon është që do të ndalin protestat, do të jem para spakut përsëri, do të jem para ambasadave, do të jem para prokurisë rrethit gjyqësor Shkodër, do të jem përpara çdo institucioni që na dëgjohet zëri jon, të paktën të vlerësojnë dokumentacionin e dy palëve. Nëse unë kam thënë dhe them sot, dhe i them cilit do, nëse dokumenti im deli falsifikuar, unë zotërisë kërkoj falje dhe unë jap edhe shpërblim për pjesën morale që i kam bëndam dhe pjesën financiare që ne kemi dëmtu firmen që keni lënë pa punë. Kjo është deklarate fuqishme juaja që keni bërë vazhdimisht në media. Këtë deklarat e baj me vëdije dhe këtë deklarat e baj sepse e ditë vërtetën se e vërteta është kjo. Sepse dokumenti që unë kam paraqitur në për studje televizive dhe kudo që i kam paraqitur ato, është bërë një kallëzim ndaj këtij dokumenti sepse këta persona që u thash para që ju përmenda 5 persona me emra që kanë fituar pronën në rjoll, këta më kanë paditur mua për dokument të falsifikuar. E kupton ti se del ku kanë arritur ta me mhell dokumentin tim poshtë. Por prokuria e rrethit gjyqësor Shkodër me prokuror, ish prokuror Xhavahir Liten ka xhirë të vërtetën e dokumentacionit që unë sot eci në për studio. Dhe për këtë ju garantoj sepse është bërë hetimi i veçantë, është thirrë personi që ka lëshu dokumentin, që sot është notar Arben Selim Kobliku dhe ka dhënë drejtën e firmës që e ka lëshuar dhe ka konfirmuar që këtë dokument e kam lëshuar, e kam marrë nga ky dokument dhe kam pasqyruar në këtë vërtetim pronësie. Pra jam i sigurt 100% që dokumenti im është i saktë. Pra dokumenti im është i saktë. Por për të njëjtën pronë nuk mund të ketë dy dokumente të sakta për të njëjtën pronë. Këta ta harrojnë cilit do. E vërteta është një dhe vetëm një. Ju flisni, ju zotoheni për vete. Jeni kaq i sigurt edhe për banorët e tjerë? Po unë po flas për ata banorë sepse unë jam bashkëpronar. Nuk jam vetëm unë. Aty janë 13 fise, që 13 fise sot bajnë 600 trashëgimtar. Ju flisni për 13 fise, kaq i bindur? Po pra, për 13 fise është në një dokument që cilin nëse ke dëshirë po ta citoj edhe dokumentin se sa fise dhe cilat fise janë. Okej, nuk është problem, po më duket një zotim shumë i fortë, shumë i fuqishëm, po më duket diçka shumë, si më thënë ty, shumë e vërtet. Po ne nuk mund ta shtrembojmë. Të hysh garant për 13 fise, apo më duket si shumë. Jo, lutem, ja, nuk e thash shumë. Unë thash, hy garant për dokumentin që unë paraqes para çdo zyre. Po, për dokumentin e kisha dhënë, për dokumentin. Jo për fise tjera, sepse janë 3 fise tjera që nuk kanë lidhje me mua. Am kupton? Ai zotëria më ka hyrë mua rreth 70-82 lym brenda këtij dokumentit që kam unë sot. Pra, pjesën tjetër, pra metrat e tjera që janë aty nuk janë të mia dhe nuk i përfaqësoj unë me dokument. Atë gjithë secili ka dokumentin e vet. Unë flas për dokumentin e 13 fiseve që ky ka hyrë rreth 70-82 lym ka hyrë në këtë dokument pronësie. Pra, sqarohet shumë mirë se njerëzit kujtojnë se unë i dal zot gjithë pronës. Jo, zotëri. Unë i dal pjesës që ky ka hyrë në këtë dokumentacion që unë sot paraqes aty. Ndaj e bërë adhun këtë ndërhyrje, mi thërë, pikërisht për të shpjeguar këtë. Mua me pëlqen kur bën pyetjet me shumë bukra dhe kanë sens, më kupton? Sepse edhe njerëzit duhen ta kuptojnë pse unë i dal zot gjithë fshatit. Jo, nuk i dal gjithë fshatit. Unë i dal asaj pjese që unë kam dokumentin me kufi. Unë kufitar kam det kolen. Ai e ka kalu det kolen. Unë me det kolen jam kufitar. Ati det kol që ka marrë krejt. Ai det kola ka dokumentin e vet dhe siç ka mund dokumentin flet ai për dokumentin e tij. Unë flas për pjesën që ka hyrë nga det kola e kthej nga unë 82 lym tok. Për këtë pjesë unë e zotoj se unë do t'ja fitoj, sepse është dokumenti.
Është dokumenti që vërteton që un kam kufitar detkolën dhe detkola ka shpinë aty, ka kufit aty. Dhe deri aty un atë pjesë atij dokument i dal zot dhe këtë dokument nuk ka njeri që mund ta besojnë dhe mund ta rrëzojnë. Shumë i qartë. Zoti Molla, diçka për fund, ke diçka për të thënë që nëse cekem apo që ke dëshirë të thuash për diasporën? Në radhë parë desha me falendëru avokatën sepse ishte shumë e aftë dhe shumë nga ana juridike e njeh mirë situatën, e njeh mirë edhe krejt ishte shumë e qartë në ata që tha. Në disa gjana për shembull nuk më pëlqen për arsye se kjo e funit që tha nuk merr pronën. Unë nes pretendoj me marr pronën sepse ajo pronë aty më çal ka qenë. Unë them të vërtetën, unë kam një gjë atë për të keqë zoti Molla sepse unë them të vërtetën dhe fakti i thënë së vërtetës e kam edhe të klientat e mi kur më vinë në zyre që këtë çështje hapet, ke pritshmëri për të fituar me këtë çështje nuk e fiton ose nuk mund bëhet në një kohë tepër shpejt. Unë them të vërtetën, kjo është ndoshta fatkeqësia jeme. Jo, ajo është pika jeme e dopt. Jo, ajo është pika jote më e fortë sepse ti thuash një klientit që zotëri nuk ke drejt, edhe ata në vetveten e bën shumë qartë që me të vërtet nuk pas kam drejt, por ka nga ata avokat që e shohin që klienti i nuk ka asnjë lloj të drejtet, i afrojnë asistencë mbrojtëse pa pas të drejtë, vetëm e vetëm si që t'ja marrin paret. Ata janë tjetër gjë atë. Avokatët. Këtë kemi avokatët e radios tonë në fjalë, kështu që e falenderojmë shumë. Bravo qoftë, unë seriozisht e përgëzoj për eksperiencën që ka dhe më pëlqeu mënyrën se si flet dhe me pikë dhe me presje i ka nda dhe i ka kufizuar të gjithë saj për këtë pronë. Kjo është ajo që mua më ban të di se kjo avokate vlen për ta marrë, për ta thirrë dhe për ta përcjell dhe për të ndihmuar këshillimet e saj. Shumë faleminderit. Okej, shpresoj zoti Molla që edhe ne si Window Radio u kemi ofruar mundësinë të njihni avokatët të drejtë për drejtë. Fal Leonardo, po nuk më le që të marrosha me ty se ti ishe i funit, pra unë dhash komplimentet, i bana kompliment asaj Zojs, ose tani po t'jap komplimentet për ty. Falenderoj shumë që na ftove në studie radiot për të dhënë një zonë sa më gjanë që edhe bashkëdhetarët tonë të dinë të vërtetën me të vërtetën e të vërtetës. Pra që do të thotë e vërtetës është kjo që them unë. Pse thonë njerëzit pse është e vërteta si thotë dhe nuk është e vërteta si thotë ai. Po unë i kam citë me prova, me figurë, me emra, me zë, me data, të cilat unë edhe sot i vërtetoj, cili do të ketë dyshime i vërtetoj. Ju falenderoj shumë nga zemra dhe nëse ju jepet mundësia që të bëjmë një bashkëbisedim nga pala me palën kundërshtare, unë me kënaqësi do ta bëj. Unë të jam mirënjohës pa fund dhe unë do përpiqem që të ftoj edhe palën tjetër sepse ka pasur edhe njerëz që më kanë shkruar se pse nuk është ftuar edhe pala tjetër, por ti je i bindur që kjo radio, kjo media që është e licencuar në Gjermani është totalisht pa censur dhe mund të thuhet gjithçka brenda normave njerëzore flasim, pra brenda normave ligjore. Kështu që unë të jam mirënjohës dhe të di që Window Radio do e keni sa herë që ju të keni diçka për të thënë, për të folur, për të denoncuar apo në çfarë do lloj këndvështrimi tuaj do jetë pranë jush dhe do jetë e hapur për ju. Shumë faleminderit. Avokate, ti ke diçka për të shtuar, diçka që ne nuk e cekëm apo ndonjë sqarim? Jo, unë nuk kam, avokati shtet momentin që po pyetje, ju keni një pyetje me gjatë po çfarë unë gjatë. Atë, shiko, duke pasur parasysh që na kanë ndihmuar shumë sonde dhe na kanë dhënë shumë konsulencë juridike, por meqense është Fez Bajrami, me fjalë lejohen edhe këto konsulentët falas. Ose la casa, si thonë italian. Për te kësaj jam mirënjohës sepse duke qenë natë feste dhe ju një shkputur nga familja apo nga obligimet tuaja familjare që t'jeni në bisedë me ne sonë dhe të më ndihmoni në këtë bisedë me zotin Molla, mirënjohje pafund dhe uroj edhe një gëzuar të Bajramit. Shumë faleminderit. Gëzuar të gjithë së bashku dhe faleminderit edhe juve për ftesën. Edhe unë ju falenderoj me gjithë zemër për gatishmërinë që treguat për qenë
këtu në këtë studie, zoja avokate, edhe juve ju përshres edhe me që zemër. Zoti u lash të drejtë dhe dalë të drejta juaj, dalë të vërteta juaj. Faleminderit. Natën e mirë. Natën e mirë dhe faleminderit. Natën e mirë, faleminderit. Atëherë, të nderuar miq, ky ishte bashkëbisedimi apo emisioni sonte Horizont me të ftuarin zotin Frank Molla, pra me zërin që kompromis ka vetëm të vërtetën dhe me zërin më të fuqishëm apo ndër zërat më të fuqishëm të mbrojtjes së pronës së tij, mbrojtjes së pronës të Rriollit, apo siç jemi mësuar pa të themi banorët e Rriollit. Këta nuk po mbrojnë thjesht Rriollin, por ta sinqerisht duhet po ngrejnë frymën se si ne shqiptarët duhet të dimë të mbrojmë veten, duhet të dimë të mbrojmë pronat tona, se mos harroni vëllezër, mos harroni miq, të gjithë ne që jemi në diasporë, mos harroni se kemi ardhur nga ajo tokë atje. Dhe ajo tokë është mbrojt me gjak, nga gjysh, katra gjysh, luftë pas lufte, që me Turkun, me Serbin, e ku diun, pra me çdo pushtues apo që me Romën e lashtë, toka shqiptare është mbrojt nga shqiptarët. Po ju lutem vëllezër, mos harroni, toka shqiptare sot, Shqipëria sot po villet nga shqiptarët, nuk po villet as nga Turku, as nga Serbi, as nga Roma e lashtë, as nga Gjerman të sotshëm. Pra, duhet të dimë të ndërgjegjësohemi dhe të bëhemi të përgjegjshëm për vendin tonë, për vendindjen tonë. Nëse ne sot jetojmë pak më mirë në Perëndim, apo nëse mund të kemi shumë kushte ndoshta më të mira në Perëndim në Shqipëri, mos harroni se ky Perëndim po na gëllabëron edhe rinin, po na gëllabëron fëmijët tanë, sepse jemi ne ata që po tërhiqemi nga vendindja jonë, po tërhiqemi nga përgjegjësia që ne duhet të kemi për vendindjen tonë, sepse në vendindjen tonë, nëse ne të gjithë do ikim, zëngel këmbë shqiptari në atë Shqipëri, vëllezër, mos harroni, varret i kemi vetëm atje, dhe varret nuk i marrim dot në emigracion. Kështu që duhet të dimë të mbrojmë veten tonë, të mbrojmë gjakun tonë, të mbrojmë gjakun e gjyshëve dhe të parëve tanë. Shpresoj që të keni marrë një informacion nga zoti Molla, dhe falenderoj shumë dhe avokatën zonja Sabina Meta, e cila na ndihmoi në këshillimin juridik apo ligjor apo në këndvështrimin juridik të problematikës së banorëve të Rriollit. Unë ju lë takim nesër mbrëma me një emision tjetër, me një temë tjetër, ku dihet edhe një temë interesante dhe një emision interesant. Ju falenderoj të gjithëve përzemërsisht për vëmendjen tuaj, për kohën që na dhuruat për na ndjekur. Dhe njerë ju uroj të gjithë besimtarëve musliman gëzuar Fitr Bajramin, paqja, mirëkuptimi dhe dashuria mbi zotrof në zemrat tuaja dhe në familjet tuaja. Ju përshafoj përzemërsisht unë Leonardo live këtu nga studio në Gjermani. Natën e mirë. Natën e mirë. Horizont nga Leonard Koja në Window Radio.de.